E quajtën të dobët, qeshën me atë që nuk e njihnin. I lan njoll emrit të tij para se të lëndonin zemrën. Milioneri pranoi të martohej si zgjidhje e fundit. Dhe një natë i heshti të gjithë pa thënë asnjë fjalë. Tirana merrte frym nën peshën e shiut të imët që binte mbi bulevardin dëshmorët e kombit atë pasdite të së enjtes. Trafiku lëvizte ngadalë dhe brenda një taksie, Besa Gashi vështronte pikat e shiut që rëshisnin mbi xhamin e avulluar. Në moshën 26 vjeçare, ajo mbante mbi supe peshën e një familjeje të tërë. I ati, Osmani, kishte humbur gjithçka në një investim të llogaritur keq. E ëma, Fatimja, jetonte e qetësuar nga anksiolitikët, e paftë të përballej me realitetin e rënimit financiar që ura mbi kokë si një stuj e papritur. Besa shtrëngoi çantën në prerin e saj. Brenda saj, një zarf i bardhë përmbante dokumente që vulosnin fatin e saj. Një martesë e rregulluar. Zgjidhja dëshpëruese që i ati gjeti për të shpëtuar atë që kishte mbetur nga dinjiteti i familjes. Në anën tjetër të kësaj marrëveshjeje ishte Arbër Berisha, një burr 34 vjeç, trashëgimtar i një perandorie biznesi në sektorin e teknologjisë. Berisha Tech dominonte tregun shqiptar të softuerëve korporativ dhe Arbëri njihej në qarqet e biznesit si një gjeni strategjik, i pamëshirshëm në biznes dhe i largët në marrëdhëniet personale. Por kishte diçka më shumë për të. Një thashethem që qarkullonte nëpër sallonet e festave, korridoret e kompanive, grupet e WhatsApp-it të grave të shoqërisë së lartë tiranase. Thoshin se Arbër Berisha ishte një burr i paplodh. Se pas fasadës së suksesit, ekzistonte një emet intime që e bënte të paftë të kënaqte një grua. Marrëdhëniet që fillonin premtuese mbaronin brenda pak javësh. Gratë që i afroheshin me shkëlqim në sy, shpejt largoheshin me buzëqeshje ironike dhe komente të fshehura. Besa i kishte dëgjuar këto thashetheme. Dhe, çuditërisht, ato e ngushëllonin. Nëse martesa do të ishte vetëm një kontratë, një formalitet për të bashkuar dy familje në krizë, atëherë mungesa e intimitetit do të ishte një lehtësim. Ajo nuk do të duhej të dorëzonte asgjë përveç mbiemrit. Nuk do të duhej të shtirej për ndjenja që nuk ekzistonin. Do të ishte një marrëveshje e pastër, e ftohtë, profesionale. Taksia ndaloi përballë një ndërtese madhështore në blok. Xham i pasqyruar, granit i lëmuar, roje sigurie te dera. Besa pagoi taksin, mori frym thellë dhe hyri. Holli ishte i gjithë i veshur me mermer travertin, me një lambadar kristali gjigant të varur në tavanin tejet të lartë. Ajo u ndje e vogël aty, një ndërhyrse në një botë që kur nuk kishte qenë e saja. Ashensori u ngjit në heshtje deri në katin e 23. Kur dyert u hapën, një sekretare bjonde dhe elegante e priste me një buzëqeshje profesionale. Zonjusha Gashi, mirë se erdhët. Zoti Berisha ju pret. Besa e ndoqi gruan përmes një korridori të gjerë, me vepra arti moderne në mure. Arritën te një derë druri të errët. Sekretarja trokiti lehtë dhe e hapi. Mund të hyni. Zyra ishte e gjerë, minimaliste, e dominuar nga një tavolinë xhami dhe një raft plot me libra teknik. Pas tavolinës, me shpinë nga ajo, një burr vëzhgonte qytetin përmes dritares panoramike. Veshur me një kostum blu të errët pa të meta, flokë gështenjë të prerë mirë, qëndrim të drejtë. Arbëri u kthye ngadalë. Besa ndiu ndikimin e syve të tij. Ishin jeshil, intensiv, analitik. Ai e studioi për disa sekonda para se të fliste. Zonjusha Gashi. Ju lutem, uluni. Zëri ishte i thellë, i kontrolluar. Besa u bind, duke u ulur në një nga karriget prej lëkure përballë tavolinës. Ai qëndroi në këmbë edhe për disa çaste, sikur po vlerësonte çdo detaj të saj. Më në fund, u ul edhe ai. Supozoj se babai juaj ka shpjeguar kushtet e marrëveshjes. Mi ka shpjeguar. Një martesë civile, bashkim pasuror, integrim i kompanive. Familja ime merr mbështetjen financiare të nevojshme për të shlyer borxhet. Në këmbim, bashkimi forcon pozicionin e Berisha Tech në treg. Arbëri tundi kokën në shenjë pohimi. Pikërisht. Është një marrëveshje për Leverdi. Nuk pres ndjenja. Nuk pres deklarata. Vetëm përmbushjen e formaliteteve të nevojshme shoqërore. Besa ndiu një shtrëngim në gjoks, por e mbajti shprehjen neutrale. E kuptoj. Po për sa i përket bashkëjetesës, do të jetojmë bashkë. Pamja e jashtme duhet ruajtur.
evente shoqërore, darka biznesi, udhëtime kur të jetë e nevojshme. Por secili do të ketë privatësinë e tij. Dhoma të ndara, rutina të pavarura. Ajo duhej të ndihej e lehtësuar. Ishte pikërisht ajo që priste. Por diçka në ftohtësinë e tij e shqetësoi. Nuk ishte vetëm distancim. Ishte një mur i ndërtuar me saktësi, sikur ai të kishte hequr dorë nga diçka shumë kohë më parë. Ka edhe diçka tjetër, vazhdoi Arbery. Thashe Themel. Duhet t'i keni dëgjuar. Besa hezitoi. Ai e shikonte pa ia hequr syt. I kam dëgjuar. Dhe i besoni? Nuk e di. Por nëse janë të vërteta, për mua nuk ka rëndësi. Nuk jam këtu për romancë. Për herë të parë, diçka ndryshoi në shprehjen e tij. Ishte delikate, pothuajse e padukshme. Një shtrëngim i lehtë i nofullës, një shkëlqim ndryshe në sy. Por ai shpejt e rivendosi maskën. Shkëlqyeshëm. Atëherë jemi në një linjë. Martesa do të bëhet të shtunën, ceremoni e thjesht në zyrën e gjendjes civile, e ndjekur nga një darkë për familje. Më pas do të transferoheni në apartamentin në katin e fundit pranë liçenit. Besa pohoi me kokë. Arbery hapi një sirtar dhe nxori një dokument. Kjo është kontrata paramartesore. Lexojeni me vëmendje. Për çdo pyetje jam në dispozicionin tuaj. Ajo mori dokumentin, e shfletoi shpejt. Klauzola financiare, ndarje pasurie, detyrime të ndërsjella. Gjithçka shumë teknike, shumë e ftohtë. Dukej si një kontratë bashkimi biznesi, jo një martesë. Do ta lexoj me qetësi dhe do ta firmos deri nesër. Perfekte. Arbery u ngrit duke treguar se takimi kishte mbaruar. Besa u ngrit gjithashtu. Ai i zgjati dorën. Ajo ja shtrëngoi. Dora e tij ishte e fortë, e ngrohtë, por shtrëngimi zgjati vetëm sa duhej. Atëherë, shihemi të shtunën. Shihemi të shtunën. Besa doli nga zyra me këmbë që i dridheshin. Në ashensor, vetëm, i lejoi vetes një moment dobësie. U mbështet në murin e pasqyruar dhe mori frym thellë. Për 3 ditë do të ishte gruaja e një të huaj. Për 3 ditë, jeta e saj do të ndryshonte plotësisht. Kur arriti në shtëpi, në apartamentin modest me 2 dhoma në komunën e Parisit ku jetonte me prindërit, gjeti Osmanin në dhomën e ndenjes, të përkulur mbi fatura dhe dokumente. Ai ngriti syt kur e pa të hynte. E pra, gjithçka është rregulluar. Të shtunën pasdite. Osmani mbylli syt, i lehtësuar. Po bën gjën e duhur, bi. E di që nuk është ajo që ke ndëruar, por ndonjëherë jeta kërkon sakrifica. Besa ju afrua dhe i puthi ballin. E di, babi. Gjithçka do të shkojë mirë. Por ndërsa e thoshte këtë, nuk ishte e sigurt nëse besonte në fjalët e saj. Atë natë, e shtrirë në shtratin e saj, Besa nuk mundi të flinte. Mendonte për Arberin. Për ftohtësinë e tij. Për mënyrën se si e shikoi, sikur po i lexonte çdo mendim. Mendonte edhe për Thashe Themel. A ishin të vërteta? Dhe nëse po, pse e kishte pranuar këtë martesë? Një burr si ai, i pasur, me ndikim, mund të kishte çdo grua. Pse të zgjidhte një marrëveshje të rregulluar? Të premten, Besa firmosi kontratën dhe e dërgoi përsëri në zyrën e Arberit. Kaloi ditën duke organizuar gjërat e saj, duke ndarë rrobat, duke paketuar kujtimet. Fatimja, e ama, ishte pak më mirë, më e pranishme. E ndihmoi të paloste fustanet, të ruante këpucët. Të pëlqeu, e pyeti Fatimja me kujdes. Është shumë serioz. Shumë i mbyllur. Po i pashëm. Besa buzëqeshi pa dashje. Po. Shumë i pashëm. Fatimja i mbajti dorën së bijës. E di që nuk është martesa e ëndrave të tua. Por ndonjëherë, Besa, gjërat fillojnë në një mënyrë dhe mbarojnë në një tjetër. Kush e di, ndoshta ai do të dalë një surprizë e mirë. Besa nuk u përgjigj. Nuk donte të ushqente shpresa që mund të shtypeshin. E shtuna agoi me diell, gjë e rrallë për Tiranën. Besa u zgjua herët, bëri një dush të gjatë, rregulloi thonjt, krehu flokët. Zgjodhi një fustan të bardhë të thjeshtë, elegant, deri te gjunjët. Nuk ishte një fustan tradicional nusërie, por as nuk ishte thjesht një fustan do si do. Ishte mesi i artë perfekt për një martesë që nuk ishte as dashuri, as indiferencë totale.
Në orën 14, një makinë e dërguar nga Arbëri e mori. Osmani dhe Fatimja ishin tashmë brenda. Të tre vazhduan në heshtje deri në zyrën e gjendjes civile në qendër të qytetit. Kur arritën, Arbëri ishte tashmë aty, i shoqëruar nga një grua elegante me flokë të thinjur, që Besa supozoi se ishte ema e tij, Teuta Berisha. Pranë saj, një burr më i moshuar, me syze dhe kostum gri, me siguri avokati i familjes. Arbëri kishte veshur një kostum ngjyrë qymyri, kravatë të zezë, këpucë italiane. Dukej sikur kishte dalë nga një revistë biznesi. Ai e përshëndeti Besën me një tundje koke, formal, i largët. Ceremonia ishte e shpejtë. Në punësi i gjendjes civile lexoi nenet e kodit civil, pyeti nëse të dy e pranonin martesën dhe ata u përgjigjen po me zëra të vendosur. Nënshkrime, dëshmitar, gati. Besa Gashi ishte tashmë Besa Berisha. Nuk pati puthje. Nuk pati përqafim. Vetëm një shtrëngim duarsh i sjellshëm dhe disa blica diskrete të fotografit të kontraktuar për të regjistruar momentin. Darka ishte në një restorant të sofistikuar në blok, i rezervuar i gjithi për 2 familje. Besa mezi e preku ushqimin. Vëzhgonte Arbërin nga ana tjetër e tavolinës, duke biseduar me baban e saj për parashikimet e tregut, strategjitë e zgjerimit. Ai ishte elokuent, inteligjent, dominonte çdo temë me lehtësi. Por vazhdonte të ishte i largët, i paprekshëm. Teuta, ema e tij, ishte më e ngrohtë. U ul pranë Besës në një moment dhe i tha me zë të ulët: "E di që kjo nuk është konvencionale. Por Arbëri është një njeri i mirë. Ai thjesht ka nevojë për kohë për të besuar." Besa sforcoi një buzëqeshje. "Faleminderit, zonja Teuta. Më thirr vetëm Teuta. Tani jemi familje." Kur darka mbaroi, Arbëri ju afrua Besës. "Eja, duhet të të çoj në shtëpi." Shtëpi. Fjala tingëlloi e çuditshme. Besa u përshëndet me prindërit me një përqafim të ngushtë dhe e ndoqi Arbërin deri në parking. Ai drejtonte një sedan të zi, luksos, të heshtur. Gjatë gjithë rrugës deri te liçeni nuk shkëmbyen asnjë fjalë. Radioja luante jazz të butë. Dritat e qytetit kalonin shpejt përmes dritareve. Arritën në një ndërtesë moderne, të gjithën me xhama, me pamje nga parku. Arbëri parkoi në garazhin nëntoksor dhe ata u ngjitën në katin e fundit. Kur ai hapi derën, Besës i u pre fryma. Apartamenti ishte mahnitës. Këmbë e 2 fish, dritare të mëdha që shkonin nga 2 shemeja në tavan, dekor minimalist në nuanca gri, të bardhë dhe të zezë. Kishte një dhomë të madhe ndenjeje me oxhak, një kuzhinë gustatorësh, një verandë me kopsh vertikal. Arbëri tregoi një korridor në të maj. "Dhoma jote është e dyta. Të kanë sjell tashmë gjërat. Nëse ke nevojë për diçka, vetëm më thuaj." "Po dhoma jote?" "Dera e fundit e korridorit në të djathtë. Skaje të kundërta të apartamentit." Besa pohoi me kokë. "Faleminderit." Arbëri hoqi xhaketën, liroi kravatën. "Do të bëj një dush. Ndije si në shtëpinë tënde." Ai u zhduk nëpër korridor. Besa mbeti vetëm në dhomën e ndenjes, duke përqafuar veten. Eci deri te dritarja dhe vëzhgoi qytetin poshtë, dritat që fillonin të ndizeshin, jeta që ndiqte rrjedhën e saj indiferente ndaj zbraztisë që ajo ndjente. Shkoi te dhoma e caktuar për të. Ishte e gjerë, e dekoruar mirë, me një krevat dopjo të madh, një garderobë të madhe dhe një banjo mermeri. Valigjet e saj ishin të rregulluara në një cep. Besa ul në buzë të krevatit dhe më në fund lejoi që lotët të vinin. Qau në heshtje, duke menduar për gjithçka që kishte humbur, për gjithçka që nuk do të kishte kurrë. Pas një farë kohe, fshiu fytyrën, ndërroi rrobat, veshi një pijame të rehatshme. Ishte e raskapitur. U shtri dhe u përpoq të flinte, por gjumi nuk i vinte. Çdo zhurmë në apartament e linte të tensionuar. Dëgjonte ujin e dushit në banjën tjetër, hapa të mbytur, një derë që mbyllej. Kaluan orë. Duhet të ishte pothuajse mesnatë kur dëgjoi trokitje të lehta në derën e dhomës. Besa ul në krevat, zemra i rritë shpejt. "Mund të hyni." Dera u hap ngadalë. Arbëri ishte aty, i veshur vetëm me një palë pantallona tutash gri. Busti i zhveshur zbulonte një trup të formuar, muskuj diskret por të fortë. Ai mbante një shishe verë dhe 2 gota.
Mendova se mund të bisedonim pak. Nëse dëshiron, sigurisht. Besa hezitoi, por pohoi me kokë. Arbëri hyri, mbylli derën pas vetes dhe u ul në koltukun pranë dritares. Ajo qëndroi në krevat duke tërhequr batanien deri në bel. Ai shërbeu verën në heshtje dhe i zgjati një gollë. Besa e pranoi. Të dy pinë në heshtje për disa sekonda. Ishte Arbëri ai që theu heshtjen. E di që duhet të ndihesh e humbur. Edhe unë jam. Besa ngriti syt, e habitur. Ti? Por ishe ti ai që e propozoi gjithë këtë. E propozova sepse kisha nevojë. Por kjo nuk do të thotë se është e lehtë. Pse pranove një martesë të rregulluar? Një burr si ti mund të kishte çdo grua. Arbëri buzëqeshi pa humor. Çdo grua. Kjo është çështja. Asnjëra prej tyre nuk më donte me të vërtetë. Donin mbiemrin, parat, statusin. Dhe kur kuptonin se unë nuk isha ai që prisnin, largoheshin. Gjithmonë largoheshin. Thashe themet, tha Besa me zë të ulët. Janë të vërteta? Arbëri e shikoi. Kishte dhimbje në ata sy e shil. Jo. Por njerëzit besojnë atë që duan të besojnë. Dhe unë ndalova se përpjekuri të provoja të kundërtën. Atëherë pse i le të vazhdonin këto thashe theme? Sepse shërbyen si një filtr. Larguan njerëzit e gabuar. Dhe përfundimisht i larguan të gjithë. Besa ndjeu një shtrëngim në gjoks. Kishte më shumë të ai burr se sa kishte imagjinuar. Nuk ishte ftohtësi. Ishte mbrojtje. Një parzmore e ndërtuar plag pas plage. Dhe tani? Çfarë pret nga kjo martesë? Arbëri piu edhe një glënjë verë. Ndershmëri. Partneritet. Respekt. Nuk pres dashuri. Por pres të vërtetën. Besa pohoi ngadalë me kokë. Edhe unë. Ata heshtën. Përsëri, por këtë herë heshtja ishte ndryshe. Më pak e tensionuar. Më intime. Arbëri u ngrit, vendosi gotën e zbrazët mbi komodin. Natën e mirë, Besa. Natën e mirë. Ai eci deri te dera, por ndaloi para se të dilte. Pa u kthyer, tha. Ti je ndryshe nga ato. E kuptova sot. Nuk e di ende çfarë do të thotë kjo, por e kuptova. Dhe pastaj doli, duke mbyllur derën pas vetes. Besa mbeti aty, duke mbajtur gotën e verës, zemra i rrite fort. Kishte diçka tek ai. Diçka e fshehur nën shtresa dyshimi dhe lëndimi. Dhe për herë të parë që kur e pranoi këtë martesë, ajo ndjeu kuriozitet. Jo keqardhje. Jo indiferencë. Kuriozitet të vërtetë. Në ditët në vijim, filloi të formohej një rutinë. Arbëri dilte herët për në zyrë. Besa kalonte ditën duke rregulluar apartamentin, duke eksploruar lagjen, duke lexuar, duke u përpjekur të përshtatej me jetën e re. Ata darkonin bashkë disa net, biseda të shkurtra, por jo të pakëndshme. Net të tjera, Arbëri vinte vonë dhe ajo ishte tashmë në dhomë. Por kishte momente. Shikime që zgjasnin një sekond më shumë. Duar që pothuajse prekeshin kur merrnin të njëjtin objekt. Njëherë, Besa e gjeti Arbërin në verandë në mesnat, duke vëzhguar yjet. Ajo ju afrua në heshtje dhe qëndroi pranë tij. Nuk than asgjë, por prania e njëri tjetrit ishte e rehatshme. Një javë pas martesës, Besa u zgjua nga një makth. Ishte djersitur, dridhej. Kishte ëndërruar për baban, për borxhet, për burra që bërtisnin. Doli nga dhoma për të pirë ujë, ende e trullosur. Në kuzhinë gjeti Arbërin të ulur në ishull, duke punuar në laptop. Ai ngriti syt kur e pa. Je mirë? Vetëm një makth. Ai mbylli kompjuterin dhe u ngrit. Eja. Do të bëj një çaj. Besa u ul ndërsa ai ngrohte ujin, zgjidhte bustinat, përgatiste 2 filxhan. Geste të thjeshta, por të kujdesshme. Ai vendosi filxhanin para saj dhe u ul pranë saj. Dëshiron të flasësh për këtë? Besa mbajti filxhanin e nxehtë mes duarve. Ishte për baban tim. Për gjithçka që ndodhi. Ndonjëherë ende ndihem fajtore. Fajtore për çfarë? Që e pranova këtë. Që hoqa dorë nga ëndrat e mia dhe cilat ishin ëndrat e tua? Besa buzëqeshi me trishtim.
Asgjë madhështore. Doja të mbaroja fakultetin e arkitekturës, të punoja në një zyrë, ndoshta të kisha studion time një ditë. Të martohesha për dashuri, të kisha fëmijë, një jetë normale. Arbery heshti për një moment. Mund t'i kesh ende të gjitha këto. Përveç martesës për dashuri, sigurisht. Por pjesën tjetër, po. Si? Mbaro fakultetin. Puno. Mund të ndihmoj me kontakte, nëse dëshiron. E sa për fëmijët, mirë, kjo varet nga ne të dy, me kalimin e kohës. Besa ndjeu fytyrën t'i nxehej. Arbery e vuri re dhe e largoi shpejt shikimin. Më fal. Nuk doja të vija në siklet. Nuk më vure. Thjesht nuk e kam menduar ende. As unë. Por ishte aty, mes tyre. Pashmangshmëria që në një moment do të duhej të përballeshin me intimitetin që po e shmangnin. Tensioni u rrit në ajër. Besa piu çajin shpejt duke djegur gjuhën. Do të përpiqem të fle përsëri. Faleminderit për çajin. Kurdo që të kesh nevojë. Ajo u kthye në dhomë, por tani gjumi ishte i pamundur. Mendonte për të aty, në anën tjetër të apartamentit. Mendonte për mënyrën se si e shikoi. Mendonte për atë që tha për fëmijët. A donte ai? A donte ajo? Të nesërmen në mëngjes, Besa u zgjua e vendosur. Telefonoi në fakultet dhe kërkoi informacion për rifillimin e kursit. Zbuloi se mund të kthehej në semestrin e ardhshëm, mjaftonte të rregullonte regjistrimin. Lajmi e mbushi me shpresë. Për herë të parë në muaj, ndjeu se ndoshta ende mund të ndërtonte diçka të sajën, edhe brenda kësaj martese të rregulluar. Kur Arbery arriti në mbrëmje, ajo e priste në dhomën e ndenjes me një buzëqeshje të sinqertë. Ka ndodhur diçka e mirë, e pyeti ai, i habitur. Do të kthehem në studime. Arrita të rifilloj fakultetin. Arbery buzëqeshi. Ishte hera e parë që ajo e shite të buzëqeshte me të vërtetë. Fytyra e tij u transformua, u bë më e re, më e lehtë. Sa mirë. Urime. Faleminderit. Që më kujtove se ende mund t'i kem ëndrat e mia, ai u afrua, dhe për një çast, Besa mendoi se do ta prekte. Por Arbery vetëm i vendosi dorën në shpatull, një prekje e shkurtër por domethënëse. Ti meriton të kesh gjithçka që ke ëndërruar. Atë natë, darkuan bashkë dhe biseda rodhi ndryshe. Më e lehtë, më e vërtetë. Arbery tregoi për presionin që kishte ndjerë gjithmonë për të marrë drejtimin e kompanisë së babait, për mënyrën se sikur nuk kishte pasur zgjidhje. Besa tregoi për fëmijërinë e thjeshtë, për mënyrën se si babai i saj kishte luftuar gjithmonë për t'i dhënë më të mirën. Po mbaronin ëmbëlsirën kur telefoni i Arberyt ra. Ai shikoi ekranin dhe rrudhi vetullat. Më fal, duhet të përgjigjem. Është nga zyra. Ai u largua për t'u përgjigjur. Besa filloi të mblidhte pjatat kur dëgjoi zërin e tij të ndryshonte. Si ka mundësi që u zbulua? Kush pati akses në skedar? Heshtje. Jo, kjo nuk është e mundur. Vetëm 3 persona e kishin atë fjalë kalim. Më shumë heshtje. Do të jem aty për 20 minuta. Arbery u kthye në dhomën e ndenjes. Fytyra e tensionuar. Duhet të shkoj në zyrë. Kemi një problem serioz. Mund të ndihmoj me diçka? Ai hezitoi, pastaj mohoi me kokë. Jo. Është e komplikuar. Dikush ka zbuluar informacione konfidenciale për një projekt tonin. Mund të kushtoj miliona. Besa pa shqetësimin në sytë e tij dhe ndjeu dëshirën ta ngushëllonte, por nuk dinte si. Arbery mori çelsat dhe doli shpejt. Ajo mbeti vetëm në apartament, e shqetësuar. Mbaroi së rregulluari kuzhinën, u përpoq të shite televizor, por nuk mundi të përqendrohej. Ishin pothuajse 2 të mëngjesit kur dëgjoi derën të hapej. Arbery hyri, i raskapitur, duke hequr kravatën me gjeste të ashpra. Arrite ta zgjidhësh? Pyeti Besa, duke dalë nga dhoma. Për momentin, po. Por dëmi tashmë është bërë. Ai hodhi xhaketën në divan dhe kaloi duart nëpër flokë. Kam nevojë për një pije. Shkoj te bari, shërbeu whisky. Besa ju afrua. Je i sigurt që je mirë? Arbery e ktheu gotën me një glënik dhe shërbeu një tjetër. Jam i lodhur, Besa. I lodhur duke luftuar kundër njerëzve që duhet të ishin në anën time.
I lodhur që gjithmonë duhet të provoj vlerën time. I lodhur që jam gjithmonë vetëm në këtë mes. Fjalia e fundit doli më e prekshme se sa ai kishte ndërmend. Besa ndjeu diçka të thyej brenda saj. Pa menduar shumë, I vendosi dorën mbi të tijën. Ti nuk je vetëm. Jo më. Arbery e shikoi. Për një moment të gjatë, ata vetëm u panë. Pastaj, ngadalë, ai gërshetoi gishtat me të saj. Ishte një gjest I vogël, por I ngarkuar me kuptim. Ishte hera e parë që prekeshin me të vërtet, pa formalitete, pa barriera. Faleminderit, pëshpëriti ai. Besa ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Diçka po ndryshonte mes tyre, diçka që ajo nuk dinte ta emërtonte, por që ishte aty, e prekshme, reale. Mëngjesi erdhi butësisht përmes perdeve gjysmë të hapura të dhomës së Besës. Ajo puliti syt disa herë para se të kujtohej ku ishte. Dora e Arberyt e gërshetuar me të sajën. Shikimi intensiv që kishin shkëmbyer natën e kaluar. Ngrohtësia e atij momenti ende kumbonte në gjoksin e saj si një jehon që refuzonte të heshte. U ngrit ngadalë, bëri një dush të gjatë dhe veshi një palë xhinse të çelta me një bluzë liri bezh. Kur doli nga dhoma, gjeti tavolinën e kuzhinës të shtruar. Kafe e freskët, bukë, fruta, lëng portokalli. Një shënim pranë filxhanit. Më duhej të dilja herët. Takim me investitorët. Shijoje ditën. Arbery. Shkrimi ishte I vendosur, I pjerrët, I bukur. Besa buzëqeshi me vete dhe piu kafen duke menduar për të. Javët e fundit, diçka kishte ndryshuar. Nuk ishin më dy të huaj që ndanin një hapësirë. Ishin dy njerëz që mësonin të bashkëjetonin, duke zbuluar shtresat e njëri tjetrit që më parë ishin të fshehura. Pas kafes, Besa vendosi të eksploronte më mirë lagjen. Zona pranë liçenit ishte e gjallë, plot jetë. Eci nëpër rrugët me pemë, hyri në bukinist, librari, kafene simpatike. Bleu një fletore të re dhe disa stilolapsa me ngjyra. Donte të kthehej te vizatimi, të ringjallte atë pasion për arkitekturën që kishte mbetur I fjetur për kaq shumë kohë. Po kthehej në shtëpi kur I ra celulari. Ishte Fatimja, e ëma. Besa, e dashur, si je? Jam mirë, mami. Po ju? Babai yt është më mirë. Ka gjetur një punë si konsulent. Asgjë madhështore, por ndihmon. Dhe unë u ktheva t'u jap mësime pianoje fëmijëve të lagjes. Besa ndjeu syt t'i digjinin nga emocioni. Sa mrekulli, mami. Jam kaq e lumtur. Po ti? Si po shkojnë gjërat me Arberin? Besa hezitoi. Si të shpjegonte atë që as ajo vetë nuk e kuptonte plotësisht. Është ndryshe nga sa e imagjinoja. Ai është më kompleks se sa duket. Në kuptimin e mirë? Mendoj se po. Fatimja qeshi në anën tjetër të linjës. Ndonjëherë historitë më të mira fillojnë aty ku më pak e presim bi. Kur e mbylli, Besa vazhdoi të ecte, por tani me një buzëqeshje në buzë. Ndoshta e ëma kishte të drejtë. Ndoshta ajo martesë e rregulluar mund të shndërrohej në diçka reale. Arriti në apartament në mes të pasdites. Rregulloi blerjet, përgatiti një çaj kamomili dhe u ul në verandë me fletoren e re. Filloi të vizatonte pamjen e qytetit, ndërtesat, pemët, qiellin blu të stërpikur me re të bardha. U humb në vijë, në hije, në perspektivë. Ishte aq e përqendruar sa nuk e dëgjoi kur erdhi Arbery. E vuri re pranin e tij vetëm kur ai foli, duke e bërë të hidhej lehtë. Më fal, nuk doja të trembja. Ai qëndronte në derën e verandës, kravata e liruar, mëngët e përveshura, një gjysmë buzëqeshje në fytyrë. Ti vizaton? Besa mbylli fletoren shpejt, pothuajse e turpëruar. Vizatova. Ose vizatoja. Po e rifilloi. Mund ta shoh? Ajo hezitoi, por pastaj hapi fletoren dhe ja tregoi. Arbery u afrua, vëzhgoi vizatimin me vëmendje. Ke talent. Seriozisht. Faleminderit. Ai ul pranë saj, aq afër sa shpatullat e tyre pothuajse prekeshin. Pata një ide sot. Kompania po zhvillon një ndërtesë të re komerciale. Kemi nevojë për një arkitekt kreativ për disa zona të përbashkëta. Do të ishe e interesuar? Besa zgurdulloi syt. Po flet seriozisht. Plotësisht.
Sigurisht do të ishte një projekt i vogël në fillim derisa të mbarosh fakultetin. Por është një mundësi. Do të më pëlqen të shumë. Arbëri buzëqeshi dhe besa vuri re sa i pashëm ishte në atë dritë të artë të pasdites. Kishte diçka ndryshe tek ai kohët e fundit. Më pak i tensionuar. Më i pranishëm. Shkëlqyeshëm. Do të jap detajet nesër. Tani kam uri. Të dalim për darkë. Besa ndjeu një val entuziazmi. Të dalim. Ata shkuan në një restorant japonez në blok, të vogël dhe komod. U ulën në një tavolinë diskrete në fund. Arbëri porositi sake dhe sushi të ndryshëm. Biseda rodhi natyrshëm mes të qeshurash dhe historish nga fëmijëria. Besa tregoi për herën kur u përpoq të ndërtonte një shtëpi në pemë dhe ra, duke thyer krahun. Arbëri tregoi për kohën kur iku nga shkolla në moshën 10 vjeçare sepse nuk donte të bënte një provim matematike. Ti? Ike nga shkolla, pyeti Besa e pabesueshme. Isha rebel kur isha fëmijë. Pastaj babai im më vuri fre dhe mësova të sillesha. Por humbe diçka në proces, apo jo? Arbëri u bë serioz. Humba lehtësinë. Spontanitetin. U bëra ai që pritej nga unë. Dhe çfarë doje të bëheshe? Ai mendoi për një moment të gjatë. Fotograf. Doja të udhëtoja nëpër botë duke regjistruar njerëz, vende, histori. Pse nuk e bëre? Sepse babai im vdiq kur isha 22 vjeç. Dhe pa pritur, e gjithë përgjegjësia e kompanisë ra mbi mua. Nuk kishte zgjidhje. Besa i vendosi dorën mbi të tijën mbi tavolinë. Më vjen keq. Arbëri gërshetoi gishtat me të sajet, siç kishte bërë natën e kaluar. Mos u mërzit. Thjesht më bën mirë të flas për këtë me dikë që kupton. Unë kuptoj. Plotësisht. Ata qëndruan kështu për një farë kohe, duart e gërshetuara, shikimet e lidhura. Lëvizja e restorantit përreth u zhduk. Ekzistonte vetëm ai moment, ajo tavolinë, ato dy zemra që fillonin të hapeshin. Kur u kthyen në shtëpi, kishte një tension të ri në ajër. Nuk ishte i pakëndshëm. Ishte pritshmëri. Arbëri i parkoi në garazh dhe ata u ngjitën në heshtje. Në ashensor qëndruan krah për krah, pa u prekur, por të vetëdijshëm për çdo lëvizje të njëri tjetrit. Kur hyn në apartament, Arbëri liroi plotësisht kravatën dhe e hoqi. Besa shkoi në kuzhinë për të marrë ujë. Kur u kthye, ai ishte në dhomën e ndenjes, në këmbë përballë dritares, duke parë qytetin e ndriçuar. Është bukur, apo jo, tha ajo, duke u afruar. Po. Por ndonjëherë ndihem i shkëputur nga i gjithë kjo. Sikur po shikoj nga jashtë, kur me të vërtet brenda. Besa qëndroi pranë tij. Nuk je vetëm tani. Unë jam këtu. Arbëri u kthye nga ajo, syt jeshil intensiv. Pse? Pse po sillesh kështu me mua? Si kështu? E sjellshme. E pranishme. E vërtet. Nuk ke nevojë të jesh. Është vetëm një marrëveshje. Besa ndjeu zemrën t'i rrite me shpejtësi. Ndoshta filloi si një marrëveshje. Por gjërat ndryshojnë. Njerëzit ndryshojnë. Dhe ti ke ndryshuar? Unë kam ndryshuar. Ti më ke ndryshuar. Arbëri ngriti dorën ngadalë dhe i preku fytyrën, gishtat i rëshitën në përfaqe me një delikatesë që e bëri të mbyllte sy. Kur i hapi, ai ishte më afër. Rrezikshëm afër. Besa, duhet të them diçka. Çfarë? Thashe themet. Për mua. Nuk janë të vërteta. Kur nuk kanë qenë. E di. Si e di? Sepse unë të shoh ty burrin që je. Dhe e di që nuk je ai që thon. Arbëri mori frym thellë, sikur po mblidhte guxim. U largova nga njerëzit sepse isha i lodhur të më përdornin. I lodhur të dorëzohesha dhe të hidhesha poshtë kur nuk isha më i përshtatshëm. Kështu që ndërtova këtë imazh, këtë reputacion për t'i mbajtur të gjithë larg. Por me ty është ndryshe. Që ditën e parë kuptova se ti shije përtej kësaj. Dhe kjo më frikson. Pse të frikson? Sepse do të thotë që mund të lëndohem përsëri. Dhe nuk e di nëse jam gati për këtë. Besa i vendosi dorën mbi të tijën, ende në fytyrën e saj. Edhe unë kam frikë.
por ndoshta ja vlen të rrezikojmë. Arbëri u përkul edhe më shumë, balli i preku të sajin. Merrnin frymë me të njëjtin ajër. Ishin milimetra larg puthjes. Dhe pastaj, ngadalë, ai e mbylli distancën. Puthja ishte e butë në fillim, hezituese, duke testuar kufi. Por kur Besa ju përgjigj, duke gërshetuar krahët rreth qafës së tij, diçka u thye. Intensiteti u rrit. Arbëri e tërhoqi nga beli, duke ngjitur trupin e saj me të tijin. Duart e saj rëshitën nëpër flokët e tij. Ishte urgjencë, ishte nevojë, ishte gjithçka që ishte shtypur që nga martesa. Kur u ndan, të dy ishin pa frymë. Arbëri mbështeti përsëri ballin në të sajin. Je e sigurt, pëshpëriti ai. Jam. Ai e mori në krah dhe ajo u mbajt fort, këmbët rreth belit të tij. Arbëri e çoi nëpër korridor, por jo në dhomën e saj. Në të tijën. Shtyu derën me shpatull, hyri dhe e vendosi butësisht mbi krevat. Ajo që ndodhi atë natë ishte shumë më tepër se sa priste Besa. Arbëri nuk ishte burri që përshkruanin thashë themet. Ishte i vëmendshëm, intensiv, i pranishëm. Njihte çdo reagim të saj, çdo pëshertim, çdo dridhje. Ishte sikur ai ta kishte ruajtur gjithë atë pasion për vite me radhë, duke pritur momentin e duhur, personin e duhur. Dhe tani, më në fund, mund të dorëzohej pa frikë. Besa zbuloi gjëra për veten që nuk i dinte kurrë. Trupi i saj i përgjigjej çdo prekjeje të tij në mënyra që e habisnin. Por më shumë se fizike, ishte lidhja emocionale. Arbëri e shikonte në sy ndërsa e prekte, sikur po i lexonte shpirtin. Dhe ajo, që gjithmonë ishte ndjerë e mbyllur, e paf të dorëzohej plotësisht, zbuloi se me të ishte ndryshe. Me të, mund të ishte e prekshme. Me të, mund të ishte e plotë. Kur më në fund ushtrin, të raskapitur dhe të ngopur, Arbëri e tërhoqi pranë, duke e përqafuar nga pas. Ajo u përshtat në mënyrë perfekte me trupin e tij, koka e mbështetur në gjoksin e tij, duke dëgjuar zemrën e tij të përshpejtuar që fillonte të qetësohej. Je mirë? E pyeti ai me zë të ulët. Jam. Më mirë se mirë. Arbëri i puthi majën e kokës. Edhe unë. Ata fjetën kështu, të gërshetuar, më në fund pa bariera. Kur Besa u zgjua të nesërmen në mëngjes, ju deshën disa sekonda për të kuptuar ku ishte. Dhoma e Arbërit. Krevati i Arbërit. Në krahët e Arbërit. U kthye ngadalë dhe e gjeti të zgjuar, duke e vëzhguar me një shikim të butë që nuk ja kishte parë kurrë më parë. Mirë mëngjes, tha ai. Mirë mëngjes. Fjetë mirë? Shumë mirë. Arbëri buzëqeshi dhe i largoi një tufë flokësh nga fytyra. Nuk pendohem për asgjë që ndodhi dje. As unë. Ata qëndruan kështu për disa minuta të tjera, vetëm duke u parë, duke u prekur, duke u zbuluar në dritën e mëngjesit. Ishte një fillim i ri. Ishte një shans i ri. Por realiteti shpejt trokiti në derë. Celulari i Arbërit filloi të binte pa pushim. Ai pëshertiu, mori aparatin nga komodina. Alo. Besa vëzhgoi shprehjen e tij të ndryshonte. Nga e relaksuar në të tensionuar në sekonda. Çfarë? Kur ndodhi kjo? Heshtje. Po vi. Ai e mbylli dhe u ngrit shpejt. Më fal, duhet të shkoj në zyrë. Ka ndodhur diçka. Çfarë ndodhi? Një nga klientët tanë kryesor ka anuluar kontratën. Pa paralajmërim. A është normale kjo? Jo. Nuk është. Diçka nuk shkon. Arbëri u vesh me nxitim, por para se të dilte, u kthye te krevati dhe e puthi Besën me butësi. Flasim më vonë. Mos dil sot, të lutem. Pse? Vetëm më beso. Dhe ai doli, duke e lënë Besën të hutuar dhe të shqetësuar. Ajo u ngrit, bëri dush, u vesh dhe shkoi në kuzhinë për të përgatitur kafe. Por shqetësimi nuk e linte. Diçka në zërin e Arbërit ishte ndryshe. Nuk ishte vetëm shqetësim profesional. Ishte diçka më personale, më e rrezikshme. U përpoq të shpërqendrohej duke vizatuar, lexuar, par televizor, por asgjë nuk funksiononte. Ishin pothuajse 2 pasdite kur i ra celulari. Numër i panjohur. Alo? Besa Berisha? Po. Kush flet? Një majk. Dikush që dëshiron të t'i hap syt. Besa rudhi vetullat.
Si kështu? Burri yt nuk është ai që mendon se është. Ai po të mashtron. Zemra e saj filloi të rritet shpejt. Kush je ti? Kjo nuk ka rëndësi. Shko në Hotel Plaza sot në orën 15. Dhoma 412. Do të gjesh të vërtetën që ai fshe. Dhe telefonata u ndërpre. Besa mbeti në vend duke mbajtur celularin, trupi i dridhej. A ishte e vërtet? Apo fshite diçka arbëri? Nata e kaluar duke aq reale, aq e sinqert. Po sikur të ishte gjithçka gënjeshtër? Po sikur ai të ishte thjesht një aktor i mirë? Ajo u përpoq të telefononte përsëri në atë numër, por binte direkt në kutinë postare. U përpoq të telefononte arbërin, por ai nuk përgjigjej. I dërgoi mesazhe. Asgjë. Paranoja filloi të rritej. Besa ecte sa andej këtej në dhomën e ndenjes duke kafshuar thonjt, zemra e shtrënguar. Shikoi orën. 3:30. Nëse shkonte në hotel, do të arrinte para orës 5. Mund të zbulonte të vërtetën. Po sikur të ishte një kurth. Po sikur të ishte dikush që përpiqej të shkatëronte martesën e tyre. Arbëri e kishte paralajmëruar të mos dilte. Por nuk i kishte shpjeguar pse. Besa mori frym thellë. Duhej ta dinte. Nuk do të mund të jetonte me dyshimin që e brengoste nga brenda. Mori çantën, veshi këpucë të rehatshme dhe doli. Trafiku ishte i rënduar. Taksia u vonua pothuajse 40 minuta për të arritur në hotel. Besa hyri në hollin luksos duke u shtirur e sigurt, gjë që nuk e ndjente. Shkoi drejt ashensorëve, shtypi butonin e katit të 4. Kur dera u hap, ajo eci ngadalë nëpër korridor duke lexuar numrat. 408, 410, 412. Ndaloi përballë derës. Mori frym thellë. Trokiti. Askush nuk u përgjigj. Trokiti përsëri. Asgjë. Provoi dorezën. Dera ishte e hapur. E shtyu ngadalë. Dhoma ishte bosh, por kishte një tavolinë në qendër me një zarf të madh dhe një kuti. Besa hyri, mbylli derën pas vetes. Mori zarfin. Brenda kishte foto. Shumë foto. Arbëri në restorante me një grua bjonde. Arbëri duke hyrë në një ndërtesë me të njëjtën grua. Arbëri duke i buzëqeshur asaj. Fotot dukeshin të freskëta. Besa ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë. Duart i dridheshin. Hapi kutin. Brenda kishte një celular të vjetër. Endezi. Kishte mesazhe. Biseda mes arbërit dhe kësaj gruaje. Mesazhe të dashura. Takime të caktuara. Besa ul në buzë të krevatit, lotët filluan të binin. Si mund të ishte kaq idiote? Si mund të besonte se ai ishte ndryshe? Se ajo ishte e veçantë? Papritur, dera e dhomës u hap. Besa u ngrit e trembur. Por ai që hyri nuk ishte arbëri. Ishte një grua bjonde, e gjatë, elegante, me një buzëqeshje helmuese në buzë. Pra, ti je zonja e re Berisha. Kënaqësi, unë jam Valbona. Ishe dashura e arbërit. Apo duhet të them e tanishmja? Besa fshiu lotët shpejt. Çfarë do ti? Valbona u afrua, mori një nga fotot nga tavolina. Dua që ti të kuptosh se kush është ai me të vërtetë. Arbëri nuk është i mjeri që mendojnë të gjithë. Ai është një manipulues. I përdor njerëzit dhe pastaj i hedh poshtë. Dhe tani po bën të njëjtën gjë me ty, këto foto janë të rreme. Valbona qeshi. Të rreme? E dashur, ai më kërkoi javën e kaluar. Tha se martesa me ty ishte vetëm biznes. Se kishte nevojë për dikë të vërtet pranë ti. Dhe ai dikush kam qenë gjithmonë unë. Besa ndjeu zemërimin të fillonte të zëvendësonte trishtimin. Nëse ai ende të donte ty, pse u martua me mua? Për interes, sigurisht. Kompania e babait tënd mund të jetë e vogël, por ka kontrata të vlefshme. Arbëri ka qenë gjithmonë strategjik. Atëherë pse po ma thua këtë? Nëse ai ende të do ty, cili është problemi? Valbona kryqëzoi krahët. Sepse nuk dua ta ndaj. Dua që ti të largohesh nga jeta e tij. Vullnetarisht.
para se ai të hedh poshtë siç bëri me të gjitha të tjerat. Besa shikoi fotot, celularin, Valbonën. Diçka nuk përputhej. Nëse Arbëri me të vërtet ishte ende i përfshirë me të, pse do të ishte kaq i kujdesshëm? Pse do t'i kërkonte Besës të mos dilte sot? Pse lidhja e natës së kaluar dukej kaq reale? Ti po gënjen, tha Besa, duke habitur veten me vendosmërinë në zë. Valbona ngushtoi sytë. Më fal? Këto foto mund të jenë të vjetra. Këto mesazhe mund të jenë të falsifikuara. Dhe ti je këtu sepse je e dëshpëruar. Arbëri nuk të do më dhe kjo të vredh. Valbona bëri një hap kërcënues drejt saj. Kujdes çfarë thua. Besa qëndroi e palëkundur, edhe pse zemra i rrite me shpejtësi. Jo. Ti duhet të kesh kujdes. Sepse unë nuk jam si të tjerat. Nuk do të largohem vetëm sepse ti do në atë moment, dera e dhomës u hap me dhunë. Arbëri hyri, fytyra e tronditur. Pas ti, një burr me kostum, me siguri roja i sigurisë së hotelit. Besa, faleminderit Zotit. Ai vrapoi drejt saj, duke kontrolluar nëse ishte mirë. Pastaj u kthye nga Valbona, syt plot tërbim. Valbona. Duhej ta kisha marrë me mend se ishe ti heshtja që u vendos në dhomën e hotelit ishte e rëndë, e ngarkuar me tension dhe të vërteta të pathëna. Arbëri i mbante sytë të ngulitur te Valbona, nofulla e shtrënguar, grushtet e mbledhura. Besa nuk e kishte parë kur kështu. Kishte diçka të egër në atë shikim, diçka mbrojtëse dhe në të njëjtën kohë të rrezikshme. Valbona, përkundrazi, e mbajti qëndrimin e relaksuar, pothuajse e argëtuar me situatën. Kryqëzoi krahët dhe anoi kokën, një buzëqeshje provokuese në buzë. Arbër. Sa surprizë që u shfaqe këtu. Apo ndoshta nuk është as pak surprizë? Nuk ke turp, zëri i tij doli i ulët, i kontrolluar, por plot zemërim të përmbajtur. Pas gjithë asaj që ke bërë, ende ke guxim të shfaqesh para meje? Të përpiqesh të shkatërosh jetën time përsëri? Valbona ngriti supet. Të shkatëroj? Unë thjesht i tregova gruas tënde të vogël se kush je ti me të vërtetë. Mendova se ajo e meritonte të dinte të vërtetën. Të vërtetën, Arbëri bëri një hap përpara. E vërteta është se ti kalove vite duke përhapur gënjeshtra për mua. Shkatërove reputacionin tim, largove njerëz që i doja, gjithçka sepse unë nuk doja të vazhdoja një marrëdhënie që po më shkatëronte. Besa vëzhgonte gjithçka në heshtje, duke u përpjekur të përpunonte. Kishte shumë shtresa në këtë histori, shumë më tepër se sa kishte imagjinuar. Arbëri vazhdoi, zëri i dridhej nga emocioni i përmbajtur. Ti më njohe kur unë isha ende mjaft naiv për të besuar se dikush mund të më donte për atë që isha. Por ti kur nuk më deshe. Deshe parat, statusin, ndikimin. Dhe kur kuptove se unë nuk isha burri i manipulueshëm që prisje, vendose të më shkatërosh. Valbona humbi pak nga qetësia e saj. Syt i shkëlqyen me diçka që mund të ishte zemërim ose dhimbje. Ti më hodhe poshtë, Arbër. Sikur unë të mos kisha asnjë vlerë. Pas 3 vitesh bashk, ti thjesht dhe se mbaroi dhe vazhdove përpara. Sepse ti kishe një lidhje me ortakun tim, shpërtheu Arbëri. Mendoje se nuk e dija? Se nuk ju shija të dyve duke u takuar fshehurazi? Të dhash kohë të më tregoje të vërtetën, por ti preferove të gënjeje. Kështu që po, unë e mbarova. Dhe kisha plotësisht të drejtë. Besa zgurdulloi sytë. Historia ishte shumë më komplekse se sa kishte imagjinuar. Valbona e kishte tradhtuar Arbërin dhe pasi u zbulua, vendosi të shkatëronte reputacionin e tij për hakmarrje. Valbona qeshi me hidhërim. Dhe ti mendon se duke treguar këto histori të vjetra do ta bësh gruan tënde të vogël të besoj? Ajo i pa fotot, Arbër. I pa mesazhet. Arbëri u kthye nga Besa, syt lutës. Besa, të lutem, mos e beso. Këto foto janë të vjetra ose të manipuluara. Unë nuk e kam parë këtë grua për më shumë se 2 vjet. Besa mbajti fotot në duart e saj të dridhura. Shikoi Arbërin, pastaj Valbonën. Duke u përpjekur të vendoste se kujt ti besonte. Por pastaj kujtoi natën e kaluar. Mënyrën se si ai e preku, si e shikoi. Nuk kishte gënjeshtër në ata sy. Nuk kishte falsitet në atë dorëzim. Unë të besoj ty, tha ajo me zë të ulët.
Arbëri lëshoi ajrin që po mbante I lehtësuar. Valbona, megjithatë, nuk u dorëzua lehtë. Sa prekse. Por më thuaj, Besa, a të tregoj ai pse u martua me të vërtet me ty? A të tregoj se babai yt u detyrohet favore njerëzve shumë të fuqishëm? Se kjo martesë ishte e vetmja mënyrë për të mbrojtur familjen Gashi nga pasoja të rënda? Besa ndjeu tokën të dridhej përsëri nën këmbët e saj. Për çfarë po flet? Valbona buzëqeshi duke shijuar momentin. Babai yt nuk humbi para vetëm për shkak të menaxhimit të keq. Ai u mashtrua. Nga një burr I quajtur Edon Berisha. Kushëriri I Arbërit. Dhe Edoni tani dëshiron të marrë borxhin, jo në para, por në kontroll. Dëshiron të marrë kompaninë e babait tënd dhe ta përdor për qëllimet e tij. Arbëri u martua me ty për ta penguar këtë. Ishte gjithçka strategji. Besa shikoi Arbërin duke pritur që ai të mohonte. Por ai vetëm uli syt, faji I stampuar në fytyrë. Është e vërtet, pyeti ajo, zëri I saj dridhej. Arbëri mori frym thellë. Pjesërisht. Edoni me të vërtet I ngriti një kurth babait tënd. Dhe po, martesa ndihmoi për të mbrojtur kompaninë e tij. Por nuk ishte vetëm për këtë, Besa. Unë të zgjodha ty sepse pash diçka tek ti që në momentin e parë. Pash forcë, inteligjencë, guxim. Dhe ndërsa të njoha, kuptova se ti ishe shumë më tepër se sa prisja. Por ti gënjeve. E fshehe të vërtetën. Sepse kisha frikë se do të largoheshe po ta dije. Kisha frikë të humbisja të vetmin person që më pa me të vërtet pas shumë vitesh. Heshtja pushtoi përsëri ambientin. Besa ndjente emocionet të përplaseshin brenda saj. Zemërim që ishte mashtruar. Mirënjohje që ai kishte mbrojtur familjen e saj. Konfuzion për atë që ndjenin me të vërtet për njëri tjetrin. Valbona, duke ndjerë se momenti ishte I saj, vazhdoi të sulmonte. Dhe ka më shumë. Edoni nuk është vetëm në këtë. Ai ka aleat të fuqishëm. Njerëz që duan ta shohin Arbërin të falimentoj. Dhe tani që jeni të martuar, edhe ti e bër një objektiv, Besa. Urime, ke hyrë në një luftë që as nuk e dije se ekzistonte. Arbëri bëri një hap përpara, duke u vendosur mes Valbonës dhe Besës. Mjaft. The atë që erdhe të thuash. Tani largohu. Valbona qeshi. Ose çfarë? Do të më arrestosh? Do të më padisësh? Do të bësh atë që bën gjithmonë, Arbër? Të ikësh dhe të fshihesh pas avokatëve të tu? Jo. Do të ekspozoj. Kam prova për të gjitha gënjeshtrat që ke përhapur. Kam regjistrime të bisedave të tua me Edonin. E di që ju po punoni bashkë për të më shkatëruar. Dhe tani do t'i përdor të gjitha këto kundër jush. Valbona u zbeh lehtë. Ishte delikate, por Besa e vuri re. Arbëri po thoshte të vërtetën. Ai kishte prova. Ti nuk ke asgjë, u përpoq Valbona të mbante zërin të vendosur. Kam. Dhe nëse nuk ndalon me këtë tani, do ta bëj publike. Imagjino çfarë do të mendoj shoqëria kur të zbuloj se e preferuara Valbona Costa, bia e një familjeje tradicionale, përhapi gënjeshtra për një ish të dashur për hakmarrje? Që punoj me një kriminal për të shkatëruar kompanitë konkurrente? Kriminal është një fjalë e fortë, u përgjigj Valbona, por kishte nervozizëm në zërin e saj tani. Edoni ka shpërdoruar fonde nga investitorët. Ka falsifikuar dokumente. Ka shkatëruar reputacione. Nëse kjo nuk është krim, nuk e di çfarë është. Besa vëzhgonte shkëmbimin duke filluar të kuptonte dimensionin e problemit. Nuk ishte vetëm një rast I një ish të dashur e hakmarrëse. Ishte një komplot më I madh që përfshinte para, pushtet dhe shkatërim të qëllimshëm. Valbona kuptoi se kishte humbur kontrollin e situatës. Me një shikim të fundit helmues, mori çantën dhe eci drejt derës. Kjo nuk ka mbaruar, Arbër. As për afërsisht. Dhe doli duke përplasur derën pas vetes. Heshtja që mbeti ishte shurdhuese. Arbëri u kthye nga Besa, e cila qëndronte ende në mes të dhomës, duke mbajtur fotot e rreme. Besa, më vjen shumë keq. Më vjen keq që të kam fshehur gjëra. Më vjen keq që të kam vënë në rrezik. Besa ngriti syt dhe Arbëri pa lot aty. Pse nuk më the që në fillim? Do të kisha kuptuar.
Sepse kisha frikë. Frikë se do të më shije si që më shinin të gjithë të tjerët. Si dikush i thyer, i paaftë për t'u dashur. Besa i la fotot të binin në dy sheme dhe shkoi drejt tij. I vendosi duart në fytyrën e tij duke e detyruar të shikonte në sytë e saj. Unë nuk të shoh kështu. Kur nuk të kam parë. Shoh një burr që ka luftuar vetëm për kaq shumë kohë sa ka harruar si është të ndash peshën. Por ti nuk je më vetëm, Arbër. Unë jam këtu. Dhe nëse ka një luftë, do të luftojmë bashkë. Arbëri e tërhoqi në një përqafim të ngushtë, duke futur fytyrën në flokët e saj. Besa ndjeu trupin e tij të dridhej dhe kuptoi se ai po qante. Ishin lotë të heshtur, të përmbajtur, të dikujt që nuk i lejonte vetes të dobësoj. Por tani, në krahët e saj, ai mund të ishte i prekshëm. Më fal, përshpëriti ai. Më fal për gjithçka. Nuk ke nevojë të kërkosh falje. Vetëm premto se nuk do të fshehesh më asgjë nga unë. Premtoj. Ata qëndruan kështu për minuta të gjata, të përqafuar në mes të asaj dhome hoteli, të rrethuar nga gënjeshtra dhe të vërteta të pakëndshme, por të bashkuar nga diçka më e madhe se gjithë ajo. Më në fund, Arbëri u largua, fshiu fytyrën shpejt. Të shkojmë në shtëpi. Duhet të tregoj gjithçka. Të gjithë të vërtetën. Në rrugën e kthimit brenda makinës së tij, Besa vëzhgonte qytetin që kalonte përmes dritares. Tirana ishte e gjallë si gjithmonë, miliona jetë që kryqëzoheshin, secili me dramat dhe betejat e veta. Dhe aty ishte ajo, e sapo martuar, duke zbuluar se kishte hyrë në një lojë shumë më të rrezikshme se sa kishte imagjinuar. Kur arritën në apartament, Arbëri i përgatiti çaj për të dy. U ulën në divanin e dhomës së ndenjes dhe ai filloi të tregonte të gjithë historinë. Foli për Edonin, kushëririn që gjithmonë e kishte pasur Zili. Që fëmijë, Edoni donte gjithçka që kishte Arbëri. Dashurinë e xhaxhait, admirimin e familjes, pozicionin në kompani. Por Edoni kur nuk kishte pasur disiplinën apo inteligjencën e nevojshme për t'i arritur këto gjëra me meri. Kur babai im vdiq, shpjegoi Arbëri, ma la mua kompaninë. Edoni priste të trashëgonte të paktën gjysmën, por babai im e dinte se ai do të shkatëronte gjithçka që kishim ndërtuar. Kështu që e la Edonin jashtë testamentit. Që atëherë, ai është përpjekur të më shkatëroj. Po babai im. Si u përfshi ai në këtë? Edoni e njohu baban tënd në një event biznesi 2 vjet më parë. Vuri re se Osmani ishte i prekshëm duke kërkuar investime. I ofroi një mundësi që dukej perfekte. Por ishte një kurth. Dokumentet ishin të rreme, partnerët ishin fantazma. Kur gjithçka u shemb, babai yt mbeti me një borxh të madh dhe asnjë mënyrë për ta paguar. Besa ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Dhe ti e dije këtë kur propozove martesën? Arbëri i pohoi me kokë. Avokati im zbuloi lidhjen. Kuptova se Edoni po përdorte baban tënd si një mënyrë për të më goditur mua. Nëse kompania Gashi falimentonte, ai mund ta blinte për asgjë dhe ta përdorte për të konkurruar drejt për drejt me mua. Martesa ishte një mënyrë për të bashkuar kompanitë para se Edoni të mund ta bënte këtë. Por Besa, betohem, kur të njoh aty, kur fola me të vërtet me ty, kuptova se nuk ishte vetëm strategji. Ti ishe reale. Dhe unë kisha nevojë për diçka reale në jetën time. Besa i mbajti dorën. Po Valbona. Si hyri ajo në këtë? Arbëri pshertiu. Valbona dhe Edoni kishin një lidhje vite më parë. Unë nuk e dija në atë kohë, por pasi u ndava me të, ata u bashkuan. Kishin të njëjtin qëllim, të më shkatëronin. Ajo përhapi thashe themet për paftësinë time të supozuar, duke shkatëruar jetën time personale. Ai punoi për të shkatëruar jetën time profesionale. Së bashku, pothuajse ja dolën. Besa i përpunoi të gjitha këto. Ishte shumë. Ishte e rëndë. Por duke parë Arbërin, pa vetëm një burr të lodhur duke luftuar vetëm. Një burr që meritonte të kishte dik pranë tij. Çfarë bëjmë tani? Pyeti ajo. Tani mbledhim prova. Ekspozojmë Edonin dhe Valbonën. Dhe të mbroj ty me çdo kusht. Në ditët në vijim, Arbëri dhe Besa punuan së bashku. Ai i tregoi të gjitha dokumentet që kishte. Biseda të regjistruara, emaile komprometuese, regjistra financiar që provonin mashtrimet e Edonit.
Besa, me mendjen e saj analitike dhe kreative, ndihmoi për të organizuar gjithçka në mënyrë të qartë dhe me ndikim. Por ndërsa punonin, diçka tjetër po ndodhte mes tyre. Partneriteti thellohej. Darka të përbashkëta. Biseda deri vonë natën. Të qeshura të sinqerta. Dhe në fund të çdo dite, flinin bashk, të gërshetuar, sikur të kishin nevojë për afërsinë fizike për të mbajtur të ankoruar në realitet. Një mëngjes, 2 javë pas konfrontimit në hotel, Besa u zgjua duke ndjerë një shqetësim të çuditshëm. Vrapoi në banjë dhe volli. Arbery, që ishte zgjuar tashmë, u shfaqi shqetësuar. Je mirë? Mendoj se hëngra diçka që nuk më bëri mirë, u përgjigj ajo, duke larë fytyrën. Por në ditët në vijim, shqetësimi vazhdoi. Gjithmonë në mëngjes. Dhe kishte shenja të tjera. Gjim të ndjeshëm. Lodhje ekstreme. Një marramendje e herpashershme. Besa e dinte se çfarë mund të ishte, por kishte frikë ta konfirmonte. Frikë se ishte e vërtetë. Frikë se nuk ishte. Frikë se si do të reagonte Arbery. Më në fund, një pasdite kur ai ishte në zyrë, ajo doli dhe bleu 3 teste farmacie të ndryshme. U mbyll në banjë, i bëri të 3 dhe priti me zemrën në gojë. Pozitiv. 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 Ishte 7 zënë. Besa ul në dyshemen e ftohtë të banjës, testet në duart e saj të dridhura, dhe qau. Nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot të gjithçkaje. Frikë, gëzim, konfuzion, shpresë. Si t'ja thoshte Arberyt? Ata mezi kishin 2 muaj të martuar. Ende po zbulonin se çfarë ishin për njëri tjetrin. Dhe tani do të kishte një fëmijë? I ruajti testet në një sirtar të banjës dhe vendosi të mos i tregonte ende. Duhej të ishte e sigurt. Duhej të shkonte te mjeku. Dhe duhej të kuptonte ndjenjat e saj së pari. Atë natë, Arbery erdhi në shtëpi i entuziazmuar. Ja dola, Besa. I mora të gjitha provat që më duheshin. Nesër do t'ja dorëzoj të gjitha prokurorisë. Edoni do të përgjigjet për mashtrim, pastrim parash, gjithçka. Besa sforcoi një buzëqeshje. Sa mirë. Arbery vuri re diçka ndryshe tek ajo. Je mirë? Dukesh e zbeth. Jam thjesht e lodhur. Ai u afrua, i preku ballin. Je e nxehtë. Mendoj se ke temperaturë. Do të përgatis një çaj dhe ti do të pushosh. Besa e la ta çonte deri te krevati, ta mbulonte me batanie, t'i sillte çajin. Ai ishte kaq i vëmendshëm, kaq i kujdesshëm. A do të ishte një baba i mirë, pyeti veten. Dhe pothuajse menjëherë e dinte përgjigjen. Do të ishte. Do të ishte një baba i mrekullueshëm. Arber, e thiri ajo me zë të ulët. Po. Ke menduar ndonjëherë të kesh fëmijë? Ai u duki habitur nga pyetja, por u përgjigj sinqerisht. Po. Gjithmonë kam dashur. Por mendoja se nuk do të kisha kurrë. Mendoja se nuk do të gjeja kurrë dikë me të cilin mund të ndërtoja një familje të vërtetë. Dhe tani? Arbery i mbajti dorën. Tani kam ty dhe nëse ti dëshiron një ditë të kesh fëmijë me mua, do të ishte gjëja më e mrekullueshme në botë. Besa deshi t'i tregonte aty për aty. Deshi të thoshte se nuk ishte një ditë e largët, se ishte tani, se po ndodhte. Por diçka e mbajti. Ndoshta ishte frika. Ndoshta ishte maturia. Donte të zgjidhte së pari të gjithë situatën me Edonin dhe Valbonën. Donte që ata të ishin në një vend të sigurt para se të sillnin një fëmijë në botë. Të nesërmen, Arbery shkoi në prokurori dhe dorëzoi të gjitha provat. Prokurorët mbetën të impresionuar nga sasia dhe cilësia e materialit. Premtuan të vepronin shpejt. Por Edoni nuk ishte budalla. Ai kishte spiun, kontakte, mënyra për të ditur se çfarë po ndodhte. Kur mësoi se Arbery kishte dorëzuar provat, u kap nga paniku. Dhe njerëzit në panik bëjnë gjëra të dëshpëruara. Atë natë, ndërsa Arbery punonte nga shtëpia dhe Besa lexonte në verandë, dëgjuan interfonin të binte. Arbery shkoi të përgjigjej. Po. Zoti Berisha, këtu nga recepcioni. Ka një dërgesë për ju. Nuk po pres asgjë. Djali tha se është urgjente. Lidhur me procesin në prokurori.
Arbëri rudhi vetullat, por i tha recepcionistit ta lejonte të ngjitej. Besa u shfaq në dhomën e ndenjes. Çfarë ndodhi? Një dërgesë. Duhet të jetë nga avokatët. Kur ra zilja, Arbëri hapi derën. Por nuk ishte një korrier. Ishte Edoni. Dhe ai nuk ishte vetëm. Dy burra të mëdhenj e shoqëronin, roje sigurie private. Edoni hyri pa u ftuar, një buzëqeshje e ftohtë në fytyrë. Përshëndetje, kushëri. Duhet të flasim. Arbëri shtrëngoi grushtet, por e ruajti qetësinë. Dil nga shtëpia ime. Edoni e injoroi duke parë përreth. Vend i bukur. Gjithmonë ke pasur shije të mirë, Arbër. Edhe për të zgjedhur gratë. Ai shikoi Besën, e cila qëndronte pranë korridorit, e trembur. Besa Gashi. Ose më mirë, Besa Berisha. Pjesa që mungonte në enigmën e kushëririt tim. Arbëri bëri një hap përpara, duke u vendosur mes Edonit dhe Besës. Thuaj çfarë ke për të thënë dhe largohu. Edoni qeshi. E qeshura e Edonit kumbonte nëpër apartament, një tingull i pakëndshëm që bëri Besën të ndjente një të dridhur nëpër shtyllën kurrizore. Kishte diçka të rrezikshme te ai burr, diçka të paqëndrueshme pas fasadës së biznesmenit të suksesshëm. Dy rojet e sigurisë qëndronin të palvizur pranë derës, krahët e kryqëzuar, duke vëzhguar gjithçka me shprehje neutrale. Gjithmonë ke qenë kaq i parashikueshëm, Arbër, tha Edoni, duke ecur nëpër dhomën e ndenjes sikur të ishte pronari i vendit. Gjithmonë duke ndjekur rregullat, gjithmonë duke bërë gjën e duhur. Edhe kur kjo do të thoshte të martoheshe me një të panjohur për të mbrojtur biznesin. Dil, tani, përsëriti Arbëri, zëri i ulët por i ngarkuar me kërcënim. Edoni ndaloi përballë dritares panoramike, duke vëzhguar qytetin poshtë. Erdha këtu për të bërë një propozim. Një shans të fundit që ti të shmangësh një luftë që nuk mund ta fitosh. Nuk ka asnjë propozim që më intereson nga ty, Edoni u kthye, sytë e ftohtë të ngulitur te Arbëri. Ti dorëzove prova prokurorisë. Prova që, e pranoj, janë mjaft bindëse. Por a mendon vërtet se kjo do të më ndaloj? Kam avokat të shkëlqyer. Kontakte në qeveri. Njerëz që më detyrohen favore. Mund ta zvarris këtë proces për vite me radhë. Dhe ndërkohë, mund ta bëj jetën tënde një ferë. Besa vëzhgonte gjithçka, zemra i rrite shpejt. Instinktivisht vuri dorën në bark, një gest mbrojtës ende i pavetdijshëm. Arbëri e vuri re lëvizjen dhe diçka ndryshoi në shprehjen e tij. Një vendosmëri edhe më e egër. Bëj çfarë të duash, Edon. Nuk kam frikë nga ti, Edoni buzëqeshi ftohtë. Jo. Duhet të kishe. Sepse nuk bëhet fjalë më vetëm për ty, bëhet fjalë edhe për të. Ai tregoi Besën. E adhurueshmja Besa, që erdhi nga një familje e rënuar, që pranoi një martesë të rregulluar për të shpëtuar baban. Kaq fisnike. Kaq e sakrifikuar. Por më thuaj, Besa, a e di vërtet se kush është burri me të cilin u martove? Besa ngriti mjekrën, sfiduese. E di. Dhe e di gjithashtu se kush je ti, një burr frikacak që shkatëron të tjerët sepse nuk ka guxim të ndërtojë diçka vetë. Buzëqeshja e Edonit u lëkun për një sekondë. Ai nuk priste që ajo të përgjigjej. Kujdes me fjalët, e dashur. Ti nuk e di se çfarë jam i aftë të bëj. Arbëri u hodh përpara, por Edoni ngriti dorën dhe dy rojet e sigurisë lëvizën menjëherë, gati për të ndërhyrë. Qetësohu, kushëri. Nuk ka nevojë për dhunë. Ende jo. Çfarë do ti? Pyeti Arbëri mes dhëmbëve. Edoni filloi të ecte përsëri nëpër dhomë, duke marrë një kornizë me një foto të dasmës së Arbërit dhe Besës. E vëzhgoi për një moment para se ta vendoste përsëri. Dua që ti të tërheqësh denoncimet. Dua që të më transferosh 20% të Berisha Tech. Dhe dua që publikisht të më njohësh si ortak dhe zëvendës president të kompanisë. Arbëri qeshi pa humor. Je i çmendur nëse mendon se do ta bëj këtë. Edoni futi duart në xhepa, tepër i qetë për situatën. Jo. Atëherë më lejo të tregoj se çfarë do të ndodhë nëse nuk e bën. Së pari, do të shkatërroj reputacionin e vjerrit tënd në një mënyrë që as ai, as ti nuk do të mund ta riparoni. Kam dokumente të falsifikuara që e implikojnë atë në skema korrupsioni. Do të përfundoj në burg.
Nuk do ta bësh këtë, tha Besa, por zëri i doli i dridhur. Do ta bëj. Dhe pastaj do të merrem me kompaninë e Arberit. Kam informacione të privilegjuara për të gjithë klientët e tij, të gjitha kontratat e tij. Mund të mbjell prova të parregullsive që do t'i bëjnë të gjithë të largohen nga ti për 6 muaj, Berisha Tex do të jetë e falimentuar. Arberi po lufton të dukshëm për të ruajtur qetësinë. Do të shkatërrosh edhe veten. Këto veprime do të zbulojnë përfshirjen tënde. Edoni ngriti supet. Ndoshta. Por kam burime për të rifilluar në një vend tjetër nëse është e nevojshme. Ti jo. Ti ke jetën tënde këtu, gruan tënde, reputacionin tënd. Ke shumë më tepër për të humbur se unë. Heshtja që pasoi ishte mbytëse. Besa shite konfliktin në sytë e Arberit. Ai ishte në kurth. Nëse dorëzoi, Edoni do të fitonte dhe do të vazhdonte kërcënimin. Nëse nuk dorëzoi, të gjithë ata që ai donte do të vuanin. Arber, mos e bëj këtë, tha Besa me zë të ulët. Mos ju dorëzo atij. Edoni u kthye nga ajo. Sa romantike. Por e dashur, a mendon vërtet se mund ta shpëtosh? Ti që mezi e njeh burrin me të cilin u martove? E njoh mjaftueshëm për të ditur se ai vlen 10 herë më shumë se ti. Edoni ju afrua Besës, ngadalë, me një buzëqeshje shqetësuese. Arberi u vendos menjëherë mes tyre. Mos ju afro asaj. Ose çfarë? Do të më godasësh? Para dëshmitarëve? Kjo do të ishte perfekte për mua. Mund të padisja për sulm. Arberi merrte frymë me vështirësi, i gjithë trupi i tensionuar. Besa i vendosi dorën në shpinë, një gjest i butë por ngushëllues. Ai e shikoi mbi shpatull dhe në atë moment një komunikim i heshtur kaloi mes tyre. Besim. Mbështetje. Bashkim. Ke 24 orë për të vendosur, tha Edoni, duke u kthyer pranë derës. Ose pranon propozimin tim, ose fillon lufta. Dhe të garantoj se nuk do të pëlqejnë pasojat. Ai u bëri shenjërojeve të sigurisë dhe të tre dolën, duke lënë Arberin dhe Besën vetëm në heshtjen e rënd të apartamentit. Sa po u mbyll dera, Arberi lëshoi gjithë ajrin që po mbante. Kaloi duart nëpër fytyrë, nëpër flok, duke u përpjekur të përpunonte gjithçka. Ai po blofonte, tha Besa, por zëri i saj nuk tingëllonte shumë i bindur. Nuk po blofonte. Edoni është i aftë për gjithë këtë dhe më shumë. Ai nuk ka kufi. Arberi eci deri te dritarja, duke mbështetur duart në xhamin e ftohtë. Besa shkoi drejt tij, duke e përqafuar nga pas, koka e mbështetur në shpinën e tij. Do të gjejmë një zgjidhje. Së bashku. Nuk e di nëse ka një zgjidhje, Besa. Jo pa u lënduar dikush. Besa donte t'i tregonte në atë moment. Donte të thoshte se ishte shtatzën, se një jetë e re po rritej brenda saj, se ata kishin edhe më shumë arsye për të luftuar. Por diçka e pengoi. Ndoshta frika se lajmi do ta vinte në impresion edhe më shumë. Ndoshta frika se ai do të ndihej edhe më i bllokuar. Të flem, sugjeroi ajo. Nesër mendojmë me kokën më të ftohtë. Nuk do të mund të fle. Atëherë thjesht të shtrihemi. Së bashku. Nuk ke nevojë ta përballosh këtë vetëm. Arberi u kthye dhe e përqafoi fort, sikur ajo të ishte e vetmja gjë reale në një botë që po shembej rreth tyre. Atë natë, të shtrirë në krevat, asnjëri prej tyre nuk mundi të flinte me të vërtetë. Qëndruan zgjuar, të përqafuar, secili i humbur në mendimet e veta. Besa mendonte për fëmijën, se si ta mbronte nga gjithë kjo. Arberi mendonte për të gjithë njerëzit që do të goditeshin nëse ai nuk gjente një zgjidhje. Kur dielli filloi të lindte, Arberi u ngrit dhe shkoi në zyrë. Besa e gjeti disa orë më vonë, i rrethuar nga letra, dokumente, laptopi i hapur me disa skeda kërkimi. Ke qenë këtu që herët, pyeti ajo. Po kërkoj diçka. Çdo gjë që mund të përdor kundër Edonit. Gjetë ndonjë gjë? Arberi fërkoi sytë e lodhur. Ndoshta. Edoni ka një llogari në një parajsë fiskale. Nëse arrit të provoj se ai po fsheh para, mund t'i shtoj evazionin fiskal akuzave. Por të duhem prova konkrete. Pikërisht. Dhe nuk e di si t'i marr pa hyrë në sisteme, gjë që do të ishte e palishme. Besa mendoi për një moment. Po sikur të mos jesh ti ai që i merr? Po sikur të jetë dikush tjetër?
Arbëri ngriti syt I interesuar. Çfarë do të thuash? Valbona. Ajo ka punuar me Edonin. Me siguri ka akses në informacione që ne nuk I kemi. Arbëri tundi kokën. Ajo kur nuk do të na ndihmonte. Na uren. Por ajo uren më shumë idenë e të shkuarit në burg. Nëse Edoni bie, ajo bie bashkë me të. Përveç nëse ajo bashkëpunon e para. Arbëri heshti duke përpunuar. Ishte e rrezikshme. Por ndoshta ishte e vetmja shans. Si sugjeron ta kontaktojmë? Besa buzëqeshi lehtë. Lëre në dorën time. Atë pasdite, ndërsa Arbëri qëndroi në apartament duke punuar, Besa doli. Përdori kontaktet që kishte nga rrjetet sociale dhe zbuloi se ku drekonte rregullisht Valbona. Një restorant I sofistikuar në blok, I frekuentuar nga shoqëria e lartë tiranase. Besa arriti në vend në orën 1, pikërisht në orarin e pikut. Kërkoi një tavolinë dhe priti. Gjysmë ore më vonë, Valbona hyri, e shoqëruar nga 2 mikesha po aq elegante. Kur e pa, Valbona ndaloi e habitur. Besa u ngrit dhe eci drejt saj. Duhet të flasim. Vetëm për vetëm. Mikeshat e Valbonës shikuan me kureshtje, por Valbona, pas një momenti hezitimi, u bëri shenjë të shkonin pa të. Kjo do të jetë e shpejtë. Ato u ulën në një tavolinë më të rezervuar në një cep. Valbona kryqëzoi krahët në mbrojtje. Çfarë do ti? Dua të ofroj një rrugdalje. Valbona qeshi. Një rrugdalje? Nga çfarë? Nga burgu. Edoni do të bjerë, Valbona. Është çështje kohe. Dhe kur të bjerë, do të tërheqë zvarr me vete. Valbona e mbajti shprehjen të kontrolluar, por Besa pa një shkëndi frike në sytë e saj. Nuk e di për çfarë po flet. E di shumë mirë. Ke punuar me të për të shkatëruar Arbërin. Ke marrë pjesë në mashtrime, në skema. Ke gjurmët e tua digjitale në gjithë këtë. Valbona zbërtheu krahët, duart tani të tensionuara mbi tavolinë. Dhe ti mendon se unë do të kthehem kundër Edonit? Se do të tradhtoj të vetmin person që më qëndroi pranë? Besa u përkul përpara. Edoni nuk të qëndroi pranë. Ai të përdori. Ashtu siç I përdor të gjithë. Dhe kur nuk do të ketë më nevojë për ty, do të hedh poshtë. Ti e di këtë. Valbona e largoi shikimin, por nuk u përgjigj. Besa vazhdoi. Por nëse ti bashkëpunon tani, nëse na ndihmon me prova kundër Edonit, ne mund të garantojmë që ti të mos ndiqesh penalisht. Arbëri ka kontakte në prokurori. Mund të negociojmë imunitet në këmbim të bashkëpunimit tënë. Dhe pse duhet t'ju besoj juve? Sepse nuk ke zgjidhje tjetër. Edoni është I dëshpëruar. Dje ai hyri me dhunë në apartamentin ton me roje sigurie duke bërë kërcënime. Njerëzit e dëshpëruar bëjnë gjëra të rrezikshme. A dëshiron të jesh pranë tij kur gjithçka të shembet? Valbona heshti për një kohë të gjatë. Besa mund të shihte konfliktin e brendshëm, luftën mes krenarisë dhe mbijetesës. Çfarë ju duhet saktësisht? Pyeti Valbona më në fund. Akses në llogaritë offshore të Edonit. Emaile. Dokumente që provojnë mashtrimet. Gjithçka që ke. Valbona kafshoi buzën e poshtme duke menduar. Nëse e bëj këtë, dua garanci me shkrim. Dua imunitet të plot. Dhe dua mbrojtje. Do t'i kesh. Valbona mori frym thellë. Në rregull. Por kam nevojë për kohë. Edoni nuk I ruan të gjitha në një vend. Do të më duhet t'i mbledh informacionet pak nga pak për të mos ngjallur dyshime. Sa kohë të duhet? Një javë. Më së shumti. Besa I zgjati dorën. Kemi një marrëveshje. Valbona hezitoi, por pastaj ja shtrëngoi dorën. Ishte një shtrëngim I shkurtër, formal, por do të thoshte shumë. Ishte fillimi I fundit për Edonin. Kur Besa u kthye në shtëpi, e gjeti Arbërin pikërisht aty ku e kishte lënë, ende I rrethuar nga letra. Ai ngriti syt kur ajo hyri. Ku ishe? Duke zgjidhur problemin ton. Dhe pastaj I tregoi gjithçka. Arbëri e dëgjoi në heshtje dhe kur ajo mbaroi, ai tundi kokën me mosbesim. Shkove te Valbona? Vetëm? Besa, kjo ishte e rrezikshme. Ishte e nevojshme. Dhe funksionoi.
Ajo do të na ndihmoj. Arbëri u ngrit dhe shkoi drejt saj duke I mbajtur shpatullat. Ti je e mahnitshme. E di këtë? Besa buzëqeshi. Jemi bashkë në këtë. The se doje një partnere, apo jo? E po, ja ku jam. Arbëri e puthi intensivisht dhe me mirënjohje. Kur u ndan, ai mbështeti ballin në të sajin. Çfarë kam bërë për të merituar ty? Me siguri diçka shumë të mirë në një jetë tjetër, bëri shaka ajo. Ditët në vijim ishin të tensionuara. Arbëri dhe Besa prisnin me ankth kontaktin nga Valbona. Edoni, nga ana tjetër, rriti presionin. Telefononte vazhdimisht, dërgonte mesazhe kërcënuese, shfaqej në evente shoqërore ku e dinte se do të ishin, gjithmonë me një buzëqeshje provokuese. Besa filloi të ndjente peshën e gjithë kësaj. Stresi po ndikonte në trupin e saj. Të përzierat e mëngjesit u përkeqësuan. Lodhja ishte e vazhdueshme. Kishte momente kur gati I binte të fikët. Arbëri vuri re se diçka nuk shkonte. Besa, duhet të shkosh te mjeku. Po bëhesh gjithnjë. E më e zbeth. Jam mirë. Është vetëm stresi. Nuk është vetëm stresi. Të lutem, më lejo të lë një takim. Besa e dinte se nuk mund ta shtynte më gjatë. Nëse shkonte te mjeku, shtatzënia do të konfirmohej zyrtarisht. Dhe atëherë do të duhej t'i tregonte Arbërit. Por ndoshta ishte koha e duhur. Ndoshta ai duhej të dinte se kishte diçka të mirë në mes të gjithë kaosit. Në rregull, pranoi ajo. Lëre takimin. Arbëri e la takimin për të nesërmen me një mjek të përgjithshëm privat, dikush I besuar I familjes. Kur arritën në klinik, një vend diskret dhe I sofistikuar në zonën e rrugës së Elbasanit, u pritën menjëherë. Mjeku, doktor Petriti, një zotëri me flokë të thinjur dhe buzëqeshje të butë, e ekzaminoi Besën me kujdes. I bëri pyetje për simptomat, për historinë e saj mjekësore. Dhe kur ishin menstruacionet e tua të fundit, pyeti ai. Besa hezitoi, duke parë shpejt Arbërin. Po thuaj se 2 muaj më parë. Mjeku ngriti vetullat. E kuptoj. Do të kërkoj disa analiza, por mendoj se është e mençur të bëjmë edhe një test shtatzënie. Arbëri, që ishte ulur pranë Besës, mbeti I ngrirë. U kthye nga ajo ngadalë. Besa? Besa I mbajti dorën. Doja të tregoja. Po prisja momentin e duhur. Je shtatzën, zëri I tij doli I ulët, I pabesueshëm. Mendoj se po. Kam bërë teste në shtëpi. Dolën pozitive. Doktor Petriti, duke vënë re tensionin, sugjeroi butësisht. Do t'i kërkoj infermieres të sjellë materialin për testin. Mund ta bëjmë këtu dhe të sigurohemi. Ai doli, duke lënë Arbërin dhe Besën vetëm. Arbëri I mbante dorën fort, sytë të ngulitur tek ajo. Pse nuk më the? Sepse kisha frikë. Frikë se si do të reagoje. Frikë se do të vija në impresion edhe më shumë me gjithçka që po ndodh. Besa, do të isha gëzuar. Jam I gëzuar. Sytë e tij shkëlqenin, emocion I pastër që dukej qartë. Edhe me gjithë këtë situatë me Edonin, pikërisht për shkak të kësaj. Kjo më jep një arsye edhe më të madhe për të luftuar. Për të mbrojtur ty dhe fëmijën ton. Besa ndjeu lotët të binin. Ishin lot lehtësimi, gëzimi, dashurie. Arbëri e tërhoqi në një përqafim të ngushtë. Infermierja u kthye me materialin për testin. Disa minuta më vonë, rezultati konfirmoi. Besa ishte shtatzën. Për afërsisht 8 javë. Doktor Petriti u kthye me një buzëqeshje të ngrohtë. Urime të dyve. Do të kërkoj një ekografi javën tjetër për të konfirmuar se si është gjithçka. Për momentin, Besa duhet të pushoj, të shmang stresin dhe të ushqehet mirë. Kur dolën nga klinika, Arbëri ishte I transformuar. Kishte një lehtësi tek ai që Besa nuk e kishte parë prej ditësh. Në makinë, ai mbajti dorën mbi levën e marsheve. Do ta fitojmë këtë, Besa. Edoni nuk do ta prish këtë moment. Nuk do të na e marrë lumturinë tonë. Nuk do ta marrë, pranoi ajo. Atë natë, për herë të parë në ditë, arritën të relaksoheshin. Darkuan në verandë, biseduan për emra fëmijësh, për si do të ishte jeta prej tani e tutje. Ishte një oazë paqeje në mes të stuhisë. Por stuhia ishte larg së mbaruari.
5 ditë kaluan që nga vizitat e mjeku. 5 ditë në të cilat Arbëri u shndërrua në një bashkëshort edhe më të vëmendshëm, pothuajse në mënyrë të egzageruar mbrojtës. Besa zgjoi me mëngjesin gati, gjente shënime të dashura të shpërndara nëpër shtëpi dhe ai këmbëngulte që ajo të pushonte sa herë që ishte e mundur. Lajmi i shtatzënisë kishte ndryshuar diçka thelbësore tek ai. Kishte një qëllim të ri për të rirë në sytë e tij, një vendosmëri të hekur për të mbrojtur familjen e tij të sapo lindur. Por ndërsa festonin privatisht, kërcënimi i Edonit qëndronte mbi ta si një re e errët. Afati prej 24 orësh kishte kaluar prej ditësh dhe Edoni nuk kishte kontaktuar përsëri. Kjo e bënte Arbërin më nervoz se çdo kërcënim i drejt për drejt. Heshtja do të thoshte se Edoni po planifikonte diçka. Valbona gjithashtu nuk kishte dhënë lajme. Besa filloi të pyeste veten nëse ajo kishte ndryshuar mendje, nëse frika për të tradhtuar Edonin ishte më e madhe se instinkti i mbijetesës. Në mëngjesin e ditës së 6, ndërsa Besa pinte çaj xhenxhefili për të lehtësuar të përzierat, i ra celulari. Numër i panjohur. Ajo u përgjigj me kujdes. Alo? Jam unë, zëri i Valbonës ishte i ulët, pothuajse një pëshpërim. I mora të gjitha. Duhet t'i dorëzoj sot. Edoni po dyshon. Ku je? Në qendrën tregtare Çega. Kati i tretë, në librari. Eja vetëm. Besa hezitoi. Pse vetëm? Sepse nëse Edoni e merr vesh se Arbëri është i përfshirë, do të ketë kujdes. Duhet të duket rastësore, sikur jemi dy të njohura që u takuam rastësisht. Në rregull. Do të jem aty për një orë. Besa e mbylli dhe shkoi të kërkonte Arbërin. Ai ishte në zyrë në një videokonferencë me avokatët. Ajo priti derisa ai të mbaronte para se t'i tregonte. Valbona telefonoi. Ajo i ka provat. Fytyra e Arbërit u ndriçua. Kur? Ku? Besa i tregoi për takimin në qendrën tregtare. Arbëri menjëherë deshi të shkonte bashk, por ajo e pengoi. Ajo kërkoi që të shkoj vetëm. Nëse ti shfaqesh, mund ta trembësh. Në asnjë mënyrë. Nuk do të lë të shkosh vetëm të takosh Valbonën. Po sikur të jetë një kurth. Nuk është. E ndjeva në zërin e saj. Ajo ka frikë me të vërtetë. Arbëri kaloi duart në përfytyr në konflikt. Atëherë unë do të vi, por do të qëndroj larg. Ti nuk do të më shohësh, por unë do të jem aty. Nëse diçka shkon keq, unë ndërhyj. Besa e dinte se ishte e kotë të diskutonte. Dhe në thellësi, ndihej më e sigurt duke ditur se ai do të ishte afër. Një orë më vonë, hyn në makina të ndara. Arbëri arriti i pari duke u pozicionuar strategjikisht në katin e dytë me pamje nga libraria në të tretin. Kishte veshur një kapele dhe syze dielli për të mos u njohur. Besa hyri në librari pikërisht në orën e caktuar. Ishte një hapësirë e gjerë me rafte të larta druri të çelët dhe aromë kafeje që vinte nga kafeneja e vogël ngjitur. Valbona ishte në fund duke shfletuar një libër, por sytë e saj nervoz tradhtonin tensionin. Kur pa Besën, e vendosi librin përsëri në raft dhe eci drejt saj duke u shtirur natyrshëm. Sa surprizë të gjej këtu, tha ajo mjaftueshëm lart sa të dëgjonte kushdo që kalonte. Pastaj, me zë të ulët, shtoi, më shoqëro deri te kafeneja. Ato u ulën në një tavolinë diskrete. Valbona porositi një kafe që mezi e preku. Nga brenda çantës së shtrenjtë që mbante, nxori një USB të vogël dhe e rrëshiti mbi tavolinë. Gjithçka është këtu. Emaile, transaksione bankare, regjistrime bisedash. Gjithçka që ju duhet për ta varrosur Edonin. Besa mori USB-n dhe e futi shpejt në çantë. Faleminderit. Po bën gjën e duhur. Valbona qeshi pa humor. Po shpëtoj lëkurën time. Mos më bëj heroin. Gjithsesi, faleminderit. Valbona shikoi përreth nervozisht. Duhet të iki. Edoni ka lënë drejt me mua pas pak. Nëse vonohem, do të dyshoj. Ajo u ngrit, por Besa i mbajti krahun. Valbona. Pse e bëre këtë me të vërtetë? Nuk ishte vetëm nga frika e burgut. Valbona u duk sinqerisht e habitur nga pyetja. U ul përsëri për një moment të shkurtër. Sepse jam e lodhur, pranoi ajo me zë të ulët. E lodhur të jem zuzare.
E lodhur të shkatërroj njerëz për krenari të lënduar. Edoni më premtoi se do ta shkatërronim Arbërin bashk dhe se unë do të ndihesha e hakmarr. Por nuk ndihem. Ndihem vetëm bosh. Dhe kur ju pash të dyve në hotel atë ditë, pash diçka që nuk e kam pasur kur me Arbërin. Lidhje të vërtetë. Dhe kuptova se problemi nuk ishte kur ai. Isha gjithmonë unë. Besa ndjeu një therje keqardhjeje. Nuk është vonë për të rifilluar. Për të qenë dikush tjetër. Valbona buzëqeshi me trishtim. Ndoshta. Por së pari duhet të paguaj për gabimet e mia dhe t'ju ndihmoj juve është fillimi. Ajo u ngrit përsëri dhe këtë herë u largua me të vërtetë, duke u zhdukur mes korridoreve të librave. Besa qëndroi aty për disa minuta të tjera, duke mbajtur çantën me USB-n sikur të ishte një thesar. Ishte çelësi për të mposhtur Edonin. Çelësi për lirin. U takua me Arbërin në parking. Sa po hyn në makinën e tij, Besa i tregoi USB-n. Arbëri e mbajti sikur të ishte objekti më i çmuar në botë. Të shkojmë në shtëpi. Duhet të shoh se çfarë ka këtu. Në apartament, Arbëri e lidhi USB-n me laptopin. Besa ul pranë tij, duke vëzhguar ndërsa ai hapte dosje pas dosjeje. Përmbajtja ishte shkatërruese. Kishte emaile të Edonit që diskutonin hapur skema mashtrimi. Transaksione bankare në llogari offshore. Regjistrime bisedash telefonike ku ai kërcënonte njerëz, ofronte rishfete, planifikonte shkatërimin e konkurrentëve. Kjo është Flori, pëshpëriti Arbëri. Me këtë, Edoni nuk ka mbrojtje. Do të shkoj në burg për vite me radhë. Po babai im, a do të lirohet nga akuzat? Arbëri hapi një dosje tjetër. Aty ishin dokumente që provonin se Osmani ishte viktim, jo bashkëpunëtor. Kontrata të falsifikuara, emaile të manipuluara, i gjithë kurthi i arkitektuar nga Edoni. Babai yt është i pastër. Këto prova tregojnë saktësisht se si Edoni e mashtroi. Besa ndjeu një peshë të madhe t'i hiqej nga supet. Lot lehtësimi filluan të binin. Arbëri e tërhoqi në një përqafim. Mbaroi Besa. Më në fund mbaroi. Por Arbëri e dinte se kishte ende një hap të fundit. Duhej t'i dorëzonte këto prova prokurorisë dhe të siguronte që Edoni të arrestohej para se të kuptonte se çfarë po ndodhte. Atë pasdite, Arbëri la një takim urgjent me prokurorin përgjegjës për rastin. Mori kopje të gjithë materialit nga USB-ja. Prokurori, një burr serioz rreth të 50-tave i quajtur prokurori Marku, rishikoi gjithçka me vëmendje në rritje. Zoti Berisha, kjo është shumë më serioze se sa e imagjinonim. Me këto prova, mund të kërkojmë arrestimin preventiv të Edonit menjëherë. Sa kohë do të duhet? Nëse e paraqes kërkesën tani, gjykatësi mund të vendosë ende sot. Edoni mund të jetë i arrestuar deri nesër në mëngjes. Arbëri pohoi me kokë, i kënaqur. Bëjeni. Dhe prokuror, bashkëpunëtorja që siguroi këto prova, Valbona Costa, a ka garanci imuniteti? Do të hartoj marrëveshjen. Nëse ajo dëshmon kundër Edonit, nuk do të ndiqet penalisht. Perfekte. Arbëri u kthye në shtëpi me një ndjenjë fitoreje të afërt. I tregoi gjithçka Besës, e cila më në fund arriti të relaksohej me të vërtetë. Ata darkuan në verandë, duke vëzhguar perëndimin e diellit mbi Tiranë, duke biseduar për të ardhmen. Për ardhjen e fëmijës. Për udhëtimet që do të bënin. Për një jetë më në fund të lirë nga kërcënimet. Arbëri vendosi dorën mbi barkun ende të sheshtë të Besës. Djali ynë do të rritet në paqe. Pa gjithë këtë çmenduri. Do të rritet, pranoi ajo, duke mbuluar dorën e tij me të sajën. Por paqja zgjati pak. Në orën 10 të mbrëmjes, telefoni i Arbërit ra. Ishte prokurori Marku. Zoti Berisha, kemi një problem. Çfarë ndodhi? Edoni është zhdukur. Kur policia shkoi ta arrestonte, ai nuk ishte në shtëpi. Nuk është në zyrë. Askush nuk e di se ku është. Arbëri ndjeu gjakun t'i ngri. Si kështu u zhduk? Dikush duhet ta ketë lajmëruar. Ai iku para se të mund të ekzekutonim urdhrin. Arbëri e mbylli, fytyra e zbeth. Besa e kuptoi menjëherë se diçka ishte shumë keq. Çfarë ndodhi? Edoni ka ikur. Ai e di se ne jemi pas tij.
Besa vuri dorën në gojë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ai është i dëshpëruar. Dhe njerëzit e dëshpëruar janë të rrezikshëm. Arbery menjëherë aktivizoi sigurinë e ndërtesës duke kërkuar që të përforconin vigjilencën. Mbylli të gjitha dyert dhe dritaret e apartamentit. Besa mund të shihte frikën në sytë e tij, një frikë që ai përpiqej ta fshihte për të mos e trembur atë edhe më shumë. Ata u përpoqën të flinin, por ishte e pamundur. Çdo zhurmë i linte vigjilent. Në 3 të mëngjesit Besa më në fund fjeti nga raskapitja. Arbery qëndroi zgjuar, i ulur në dhomën e ndenjes me dritat e fikura, duke vëzhguar rrugën poshtë. Atëherë e pa. Një makinë e ndaluar në anën tjetër të rrugës me dritat e fikura. Një figurë doli nga automjeti. Edhe nga larg, Arbery e njohu siluetën. Edoni. Arbery mori celularin dhe telefonoi menjëherë policinë duke informuar për praninë e Edonit. Pastaj shkoi në dhomë për të kontrolluar Besën. Ajo flinte thellë, më në fund duke pushuar. Ai nuk donte ta zgjonte dhe ta shqetësonte edhe më shumë. U kthye në dhomën e ndenjes dhe vazhdoi të vëzhgonte. Edoni ishte ende poshtë, thjesht duke qëndruar, duke parë lart. Ishte shqetësuese. Arbery mbajti telefonin në dorë, gati për të thirrur ndihmë nëse ishte e nevojshme. 10 minuta më vonë, 2 makina policie arritën në heshtje, pa sirena. Arbery pa policët të dilnin dhe të rrethonin Edonin. Pati një rezistencë të shkurtër, por Edoni ishte vetëm, pa rojet e tij të sigurisë, pa rrugdalje. U prangos dhe u fut në makinë. Arbery lëshoi ajrin që po mbante. Më në fund kishte mbaruar me të vërtetë. Kur Besa u zgjua të nesërmen në mëngjes, e gjeti Arberin duke fjetur në divan, i raskapitur. Ajo e mbuloi me një batanie dhe shkoi të përgatiste kafe. Ishte në kuzhinë kur i ra celulari i tij. Ajo u përgjigj për të mos e zgjuar. Alo? Zonja Berisha? Këtu prokurori Marku, nga prokuroria. Mirëmëngjes, prokuror. Arbery po fle. Mund t'ju ndihmoj? Vetëm doja t'ju informoja se Edoni u arrestua në mesnatë. Është nën arrest dhe do të përgjigjet për të gjitha krimet. Pa mundësi lirimi me kusht këtë herë. Besa ndjeu lot lehtësimi të mbinin. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kur e mbylli, e zgjoi Arberin butësisht. I tregoi lajmin. Ai e tërhoqi në një përqafim të ngushtë dhe më në fund, për herë të parë në muaj, Arbery qau. Nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot çlirimi, lehtësimi, rifillimi. Ditët në vijim ishin një përzierje procedurash ligjore dhe festimesh diskrete. Edoni u akuzua zyrtarisht dhe mbeti i burgosur në pritje të gjykimit. Valbona përmbushi pjesën e saj të marrëveshjes duke dëshmuar kundër tij në këmbim të imunitetit. Osmani u shpall plotësisht i pafajshëm dhe reputacioni i tij u rivendos. Lajmi u përhap në qarqet e biznesit. Thashe themet për Arberin që e kishin përndjekur për kaq shumë kohë, më në fund filluan të zhdukeshin. Njerëzit filluan të shihnin të vërtetën. Se ai kishte qenë gjithmonë viktimë e një fushate shpifjesh mizore. Se ai ishte, në të vërtetë, një njeri i ndershëm, punëtor dhe besnik. 3 javë pas arrestimit të Edonit, Arbery dhe Besa shkuan te mjeku për ekografinë e parë. E shtrirë në shtrat me gjel të ftohtë në bark, Besa mbajti dorën e Arberit ndërsa doktor Petriti lëvizte sondën. Dhe pastaj e dëgjuan. Një tingull i shpejt, ritmik, i fortë. Zemra e fëmijës. Arbery i shtrëngoi dorën, syt e përlotur. Në ekran, një imazh i vogël, por i përsosur. Djali i tij. Familja e tij. Gjithçka është perfekte, njoftoi mjeku me një buzëqeshje. Rrahje zemre të forta, madhësi e përshtatshme për moshën gestacionale. Urime prindërve. Kur dolën nga klinika, Arbery ndaloi në korridor dhe e tërhoqi Besën në një përqafim. Faleminderit, pëshpëriti ai. Pse? Për gjithçka. Që qëndrove. Që luftove me mua. Që më dhe një familje. Që më tregove se mund të isha i dashur me të vërtetë. Besa u largua pak për ta parë në sy. Ti gjithmonë ke qenë i denjë për dashuri, Arber. Thjesht ishe i rrethuar nga njerëzit e gabuar. Por tani je aty ku duhet të jesh. Me mua. Me fëmijën tonë. Në shtëpi.
Muajt në vijim ishin të shërimit dhe rindërtimit. Berisha Teq lulëzoi në drejtimin e Arbërit, tani i lirë nga sabotimet dhe kërcënimet. Besa u kthye në fakultet duke mbaruar kursin e arkitekturës me nota të shkëlqyera. Filloi të punonte në projekte për kompaninë, duke krijuar hapësira të bukura dhe funksionale që shpejt fituan njohje. Osmani dhe Fatimia u rimë këmbën. Kompania e tyre, megjithse më e vogël se më parë, ishte përsëri e qëndrueshme. Dhe marrëdhënia mes Besës dhe prindërve të saj u forcua. Ata e vizitonin shpesh apartamentin, të entuziazmuar për ardhjen e nipit. Valbona, duke përmbushur pjesën e saj të marrëveshjes, dëshmoi kundër Edonit në një gjykim që tërhoqi vëmendjen e medias. Edoni u dënua me 15 vjet burg për mashtrim, pastrim parash dhe zhvatje. Valbona, nga ana e saj, u transferua në Elbasan, duke kërkuar të rifillonte larg vëmendjes dhe gabimeve të së kaluarës. Kur Besa mbushi 7 muaj 7 zëni, ndodhi diçka e papritur. Ishte një pasdite e shtunë dhe ata ishin në shtëpi duke përgatitur dhomën e fëmijës. Arbëri po montonte krevatin ndërsa Besa organizonte rrobat e vogla që kishin blerë. Papritur, ajo ndjeu një therrje të fortë. Pastaj një tjetër. Dhe një tjetër. Arbër mendoi se diçka nuk shkon. Ai la gjithçka menjëherë dhe vrapoi drejt saj. Besa ishte e zbetë, duke mbajtur barkun. Të dhembë? Po. Shumë. Arbëri e mori në krah dhe vrapoi drejt ashensorit. Në makinë i dha sa më shpejt që mundi deri në spital, duke telefonuar doktor Petritin gjatë rrugës. Kur arritën në urgjencë, Besa u mor menjëherë nën kujdes. Mjekët bën ekzaminime të shpejta. Fëmia ishte në vuajtje. Duhej të lindte. Tani. Por është prematur, tha Besa, në panik. Mungojnë ende 2 muaj. Mjekja obstetër, një grua me shikim të vendosur por të butë, i mbajti dorën. Në 32 javë, fëmia ka shanse të shkëlqyera. Por duhet të lindë tani. Do të bëjmë një operacion cesarian urgjent. Arbëri ishte pranë saj, fytyra e tronditur por duke u përpjekur të transmetonte qetësi. Gjithçka do të shkojë mirë. Ti je e fortë. Djali ynë është i fortë. Besa u dërgua me nxitim në sallën e operacionit. Arbëri duhej të priste jashtë, duke ecur sa andej këtej, duart i dridheshin, duke u lutur çdo forcë superiore që po e dëgjonte. 40 minuta më vonë, u shfaq një infermiere. Zoti Berisha? Gruaja juaj është mirë. Dhe ju keni një djalë të bukur. Arbëri ndjeu këmbët t'i dobësoheshin nga lehtësimi. Ai është mirë. Është në terapinë intensive neonatale. Lindi me 1 kilogram e 900 gram, por po merr frym vetë. Është një luftëtar. Mund t'i shoh? Gruaja juaj është në dhomën e rikuperimit. Mund ta shihni pas pak minutash. Dhe pastaj do t'ju çojmë të njihni djalin tuaj. Kur Arbëri hyri në dhomën e rikuperimit, e gjeti Besën ende të përgjumur nga anestezia, por të vetëdijshme. Ajo buzëqeshi dobët kur e pa. Ai është mirë? Po. I vogël, por i fortë. Si e ama? Besa filloi të qante nga lehtësimi. Arbëri i puthi ballin duart, duke u përpjekur t'i transmetonte gjithë dashurinë që ndjente. Të dua, tha ai. Të dua kaq shumë. Edhe unë të dua. 1 orë më vonë, e çuan Arbërin në terapinë intensive neonatale. Ai duhej të vishte përparse, maskë, të lante duart me kujdes. Kur më në fund e pa djalin për herë të parë, përmes xhamit të inkubatorit, ndjeu diçka të thyej brenda tij. Ishte i vogël, me tuba dhe monitor përreth, por ishte i përsosur. Fëmia i kishte sytë të mbyllur, grushtet të shtrënguara, gjoksi ngrihej dhe ulej me frymëmarrje të rregull. Arbëri vuri dorën përmes hapjes anësore të inkubatorit dhe preku butësisht këmbën e vogël. Fëmia reagoi duke lëvizur gishtat. Përshëndetje, biri im, pëshpëriti Arbëri. Jam unë. Baba yt. E di që erdhe më herët, por ishe i paduruar të na njihje, apo jo? Në rregull. Ti je i fortë. Do të rritesh i fortë dhe i shëndetshëm. Dhe do ta dish çdo ditë të jetës tënde se sa shumë të duam. Lotët binin lirshëm tani. Lot gëzimi, mirënjohje, dashurie të pakushtëzuar. Ditët në terapinë intensive neonatale ishin të vështira.
Besa doli nga spitali por kthehej çdo ditë për të qëndruar me djalin, I cili ende duhej të shtonte peshë dhe të stabilizohej plotësisht. Ata e pagëzuan Gabriel Berisha. Emri do të thoshte lajmtar I Zotit dhe dukej perfekt. Ai ishte me të vërtet një mesazh, një provë se pas stuhisë gjithmonë vjen qetësia. 3 javë më vonë, Gabrieli doli nga spitali. Peshonte 2 kg e 400 gram dhe ishte mjaftueshëm I shëndetshëm për të shkuar në shtëpi. Kur Besa e mbajti për herë të parë jashtë spitalit, ndjeu se më në fund gjithçka kishte kuptim. E gjithë dhimbja, e gjithë lufta, e gjithë pasiguria kishte vlejtur për të arritur deri në atë moment. Në apartament, me Gabrielin që flinte në krevatin që Arbëri kishte montuar me kaq shumë dashuri, të dy qëndruan duke vëzhguar djalin. Arbëri e përqafoi Besën nga pas, mjekra e mbështetur në shpatullën e saj. Të kujtohet kur u martuam, e pyeti ai me zë të ulët. Kur ishte vetëm një kontratë, asgjë më shumë. Besa buzëqeshi. Më kujtohet. Duket sikur ishte në një jetë tjetër. Ishte një jetë ku unë isha vetëm, ku mendoja se nuk do të isha kur I dashur me të vërtetë. Dhe tani shiko ku jemi. Besa u kthye në krahët e tij. Ti kur nuk ishe ai që thoshin për ty, kur nuk ishe I dobët, I paaft apo I pamjaftueshëm. Ishe thjesht një burr që ruante zemrën e tij për personin e duhur. Dhe ai person ishe ti. Ata u puthën butësisht, duke u kujdesur të mos zgjonin Gabrielin. Në muajt që pasuan, jeta gjeti ritmin e saj. Gabrieli rritej I fortë dhe I shëndetshëm. Besa ekuilibronte amësinë dhe karrierën me ndihmën e Arbërit, I cili u tregua një baba I përkushtuar dhe I pranishëm. Zgjohej në mesnatë për të ndëruar pelenat, I këndonte djalit për të fjetur, I lexonte histori edhe pse e dinte se Gabrieli ende nuk I kuptonte fjalët. Kompania lulëzonte. Marrëdhënia mes Arbërit dhe Besës thellohej çdo ditë. Nuk ishte më vetëm një martesë e rregulluar që u shndërrua në dashuri. Ishte një partneritet I fortë, I ndërtuar mbi besim, respekt dhe afeksion të sinqertë. Një vit pas arrestimit të Edonit, Besa ishte në shtëpi duke punuar në një projekt të ri kur mori një telefonat të papritur. Ishte Valbona. Besa? Shpresoj të mos të shqetësoj. Valbona. Sa surprizë. Si je? Jam mirë. Ndryshe, por mirë. Po jetoj në një qytet të vogël afër Elbasanit. Hapa një dyqan lulesh. Asgjë madhështore, por është imi. Besa buzëqeshi. Gëzohem për ty, doja të falenderoja. Që më dhe një shans kur nuk e meritoja. Që më besove. Të gjithë meritojnë një shans të dytë, Valbona. Pati një pauzë në anën tjetër. Si është fëmia? Është shkëlqyeshëm. I fortë dhe I shëndetshëm. Sa po mbushi 10 muaj. Po Arbëri? I lumtur. Me të vërtet I lumtur. Valbona pshertiu. Mirë. Ai e meriton. Dhe ti gjithashtu. Ju meritoni gjithë lumturinë e botës. Faleminderit. Dhe ti gjithashtu e meriton, Valbona. Kur e mbyllën, Besa mbeti mendueshëm. Jeta kishte mënyra të çuditshme për të rregulluar. Për të shndërruar armiq në aleat. Për të sjellë dritë pas errësirës. Gabrieli mbushi një vjeç në një festë intime me familjen. Osmani dhe Fatimia ishin aty, të lumtur me nipin. Teuta, e ama e Arbërit, gjithashtu ishte e pranishme, tani një gjyshe e dashur dhe e përkushtuar. Ndërsa Gabrieli luante me lodrat e reja, I rrethuar nga dashuri dhe të qeshura, Arbëri e tërhoqi Besën në verandë. Dielli po perëndonte mbi Tiranë, duke pikturuar qiellin me ngjyrë portokalli dhe roz. E di çfarë mendova sot, tha ai. Çfarë? Mendova se si jeta ime ka ndryshuar plotësisht që kur hyre ti në të. Isha I humbur, Besa. Po mbytesha në vetmi dhe hidhërim. Dhe ti më shpëtove. Besa mbështeti kokën në shpatullën e tij. Ne e shpëtuam njëri tjetrin. Arbëri I puthi majën e kokës. Njerëzit thoshin se unë isha I keq. Se isha I paaftë. Se nuk do të isha kur I mjaftueshëm për askën. Dhe ti provove se ata e kishin gabim. Jo. Provova se kur nuk ishin ata që kishin rëndësi. Vetëm ti, vetëm familja jon. Besa ngriti fytyrën dhe e puthi.
Ishte një puthje e butë, plot premtime. Të së kaluar së të i kaluar dhe të ardhme së ndritur. Të dua, tha ajo. Të dua më shumë. Nga brenda shtëpis dëgjuan të qeshurën e Gabrielit. U kthyen brenda, në fest, në familje, në jetën që ndërtuan së bashku kundër të gjitha gjasave. Dhe atë natë, kur të gjithë u larguan dhe Gabrieli flinte në paqe në krevatin e tij, arbëri dhe besa ushtrim të përqafuar. Faleminderit, pëshpëriti ai në errësirë. Pse? Që qëndrove. Që besove. Që më dhe gjithçka. Besa buzëqeshi në errësirë. Ti gjithmonë ja ke vlejtur, arbër. Që ditën e parë. Thjesht kishe nevojë për dikë që ta shite. Dhe ti e pe. E pash. Dhe gjithmonë do ta shoh. Ata fjetën kështu, bashk, të plot, më në fund në paqe. Stuhia kishte kaluar. Fantazmat e së kaluarës ishin egzorcizuar. Dhe e ardhmja, për herë të parë pas shumë kohësh, shkëlqente plot mundësi. E vërteta ishte e thjeshtë dhe e fuqishme. Arbëri kur nuk kishte qenë burri që përshkruanin thashe themet. Kur nuk kishte qenë i dobët, i paaft apo i pamjaftueshëm. Ishte thjesht një burr që ruante zemrën e tij për atë që do të dinte ta vlerësonte. Për atë që do të shite përtej gënjeshtrave dhe do të gjente të vërtetën. Dhe besa e gjeti. Jo sepse ai ishte i përsosur, por sepse ishte real. Sepse ishte vetvetja. Sepse ishte dashuri e vërtet në një botë pamjesh. Dhe ata që u larguan, që gjykuan, që përhapën gënjeshtra, humbën përgjithmonë vendin që kur nuk ditën ta vlerësonin. Sepse dashuria e vërtet nuk gjendet në leverdi apo status. Gjendet në shpirtrat që njihen. Në zemrat që rrahin në të njëjtin ritëm. Në njerëzit që zgjedhin të qëndrojnë, jo sepse duhet, por sepse duan. Dhe arbëri e besa zgjodhen të qëndronin. Çdo ditë. Në çdo vështirësi, në çdo gëzim, në çdo moment të thjeshtë të jetës së përbashkët. Zgjodhen dashurinë. Dhe dashuria, më në fund, i zgjodhi ata. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e besës dhe arbërit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të i kalimi, dashurie. Të vërtet dhe rifillimi, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Ishte forca e besës? Transformimi i arbërit? Dashuria që mposhti të gjitha pengesat? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se si dashuria mund të shërojë plagët më të thella dhe se si e vërteta gjithmonë e mposht gënjeshtrën. Mos humbisni episodin e ardhshëm. Ju presim këtu, gati për të ndarë një tjetër histori që do t'ju prek emocionet. Deri së shpejti.